Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ju mendoni se jeni në të tashmen, por ja e vërteta shokuese. Momenti që ju e cuani tani, tashma ka kaluar. Truri juaj po ju gënjen, ai po ju tregon një version të vonuar të realitetit, një iluzion të krijuar te 10 milisekonda pas faktit. Ju nuk jetoni në të tashmen. Ju jetoni në të kaluarën e afërt, në një film që truri juaj e ka montuar dhe ju aparaqet si tani. Dhe kjo është vetëm fillimi i një zbulimi që do të shkatërrojë çdo gjë që mendonit se e dinit për kohën. Në vitin 1965, në Universitetin e Kalifornisë në San Diego, neuroskenqtisti Benjamin Libet kreu një eksperiment që do të ndryshonte përgjithmonë kuptimin ton për të tashmen. Ai vendosi elektroda në trurin e vullnetarëve dhe u kërkoi atyre të kryenin një veprim të thjeshtë, të lviznin gishtin kur të donin. Por ajo që zbuloi ishte e tmerrshme. Truri fillonte të përgatiste lëvizjen 350 milisekonda përpara se personi të ndërgjetësohej për vendimin e tij. Me e keqa, momenti kur personi mendonte se po vendoste, ishte tashmë një kujtesë e krijuar pas faktit. Vendimi ishte marrë, ndërgjegja erdhi më vonë. Tani ishte një iluzion i krijuar nga truri për të na dhënë ndjesinë e kontrollit. Por kjo është vetëm gjysma e historisë, sepse nëse shkoni më thellë në nivelin e fizikës fundamentale, zbuloni diçka eve më shqetësuese. Tani nuk ekziston fare. Jo si iluzion neurologjik, por si realitet fizik. Nuk ka asnjë moment universal që mund ta quani të tashmen. Çdo vëzhgues në univers ka të tashmen e vet dhe asnjë prej tyre nuk është më e vërtet se tjetra. Në vitin 1905, Albert Einstein publikoi teorinë e relativitetit të kufizuar dhe shkatërroi konceptin e kohës absolute. Por ajo që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë është se kjo nuk ishte thjesht një teori matematikore abstrakte. Ishte një deklaratë radikale për natyrën e realitetit. Nuk ka asnjë tani universal. Nëse ju jeni në tokë dhe dikush tjetër po udhton me një raket me shpejtësi afër shpejtësisë së dritës, tani juaj dhe tani i tyre janë momente krejtësisht të ndryshme. Ajo që ju e quani e tashmia mund të jetë e ardhmja ose e kaluara e tyre, dhe të dyja janë po aq të vërteta. Imagjinoni këtë skenar konkret. Ju jeni në New York. Miku juaj është në një anije kozmike që po udhton drejt Alpha Centaur me 95% të shpejtësisë së dritës. Ju shikoni orën tuaj, është saktësisht mesnata, por për mikun tuaj në anijet kozmike, për shkak të dilatacionit të kohës, tani i tij është një moment krejtësisht i ndryshëm. Nëse ai kthehet dhe fillon të udhtojë drejt jush, tani i tij mund të kërcej përpara ose prapa me orë të tëra në lidhje me tuajin. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se nuk ka asnjë përgjigje objektive për pyetjen çfarë po ndodh tani në Alpha Centaur? Përgjigja varet nga se si po lvizni. Kjo nuk është filozofi. Kjo është fizik e verifikuar eksperimentalisht. Në vitin 1971, fizikanët Joseph Haffele dhe Richard Keating morën 4 orë atomike shumë të sakta dhe i vendosën në avion komercial. 2 orë fluturuan drejt lindjes, 2 drejt perëndimit dhe 2 mbetën në tokë si kontroll. Kur orët u kthyen, ato tregonin kohë të ndryshme. Orët që kishin fluturuar drejt lindjes ishin vonuar me 60 nanosekonda. Orët që kishin fluturuar drejt perëndimit ishin përparuar me 273 nanosekonda. Koha kishte rrjedhur me shpejtësi të ndryshme për secilin vëzhgues. Tani i tyre nuk ishte i njëjtë. Dhe kjo ndodh çdo ditë, çdo sekond. Satelitët GPS që përdorni për të lundruar në qytet po përjetojnë kohë të ndryshme nga ju. Ata janë 21 kilometra lart, ku graviteti është më i dobët dhe koha rrjedh më shpejt me 45 mikrosekonda në ditë. Nëse inxhinierët nuk do të korrigjonin këtë diferencë, GPS-i juaj do të ishte i gabuar me 15 kilometra brenda një dite. Realiteti i kohës relative nuk është një kuriozitet teorik, është diçka që duhet të korrigjohet në teknologjinë që mbani në xhep. Por le të shkojmë më thellë. Le të shkojmë në nivelin ku realiteti bëhet vërtet i çmendur. Mekanika kuantike.
Këtu, koncepti i tashme nuk është thjesht relativ. Ai është fundamentalisht i papërcaktuar derisa të kryhet një matje. Në vitin 1927, fizikani gjerman Werner Heisenberg formuloi parimin e pasigurisë. Ju nuk mund të dini me saktësi të plot pozicionin dhe shpejtësinë e një grimce në të njëjtën kohë. Sa më sakt të matni njërën, aq më pak e dini tjetrën. Por implikimi i kësaj është edhe më i thellë. Grimca nuk ka pozicion të përcaktuar derisa ta matni. Ajo ekziston në një gjendje të superpozicionit, në të gjitha pozicionet e mundshme njëkohësisht. Çfarë do të thotë kjo për tani? Do të thotë se në nivelin kuantik nuk ka një tani i përcaktuar. Ka vetëm probabilitete. Një elektron nuk është këtu ose atje në një moment të caktuar. Ai është në një rre probabilitetesh derisa dikush e vëzgon. Dhe kur e vëzgoni, ju nuk po zbuloni ku ishte. Ju po krijoni një realitet të ri, duke e detyruar atë të zgjedhë një pozicion. Tani nuk është diçka që ekziston pavarësisht nga ju. Është diçka që krijohet në aktin e vëzgimit. Eksperimenti më i famshëm që demonstron këtë është eksperimenti me 2 të çara i Youngut. Në vitin 1921, fizikani britanik Thomas Young hodhi dritë përmes 2 të çarave të ngushta dhe pa një model interferencë në ekran. Kjo provoi se drita sillet si valë. Por në shekullin e 20, kur shkencëtarët përsëritën eksperimentin duke dërguar një foton në një kohë, diçka e çuditshme ndodhi. Fotoni i vetëm kaloi përmes të 2 të çarave njëkohësisht dhe krijoi një model interferencë me vetveten. Por kur vendosën një detektor për të parë se përmes cilit të qarë kalonte fotoni, modeli i interferencës zhduku. Fotoni filloi të sillej si grimc, duke kaluar përmes vetëm një të qare. Çfarë po ndodh këtu? Akti i vëzhgjimit po ndryshon të kaluarën. Kur vendosni detektorin, ju po vendosni se fotoni ishte në një vend të caktuar. Pa detektorin, fotoni ishte në të gjitha vendet njëkohësisht. Tani i fotonit varet nga ajo që ju zgjidhni të matni. E kaluara nuk është fikse. Ajo krijohet në të tashmen. Dhe kjo bëhet edhe më e çmendur me eksperimentin e zgjedhjes së vonuar të John Wheeler. Në vitin 1984, Wheeler propozoi një version të eksperimentit të Youngut ku ju vendosni nëse të vendosni detektorin, pasi fotoni ka kaluar përmes të qarave, por përpara se të godas ekranin. Rezultati, vendimi juaj në të tashmen përcakton se si fotoni u sol në të kaluarën. Nëse vendosni detektorin, fotoni kishte kaluar përmes një të care. Nëse nuk e vendosni, fotoni kishte kaluar përmes të 2 të carave. Ju po krijoni të kaluarën duke marrë një vendim në të tashmen. Kjo nuk është metaforik, kjo është e verifikuar eksperimentalisht. Në vitin 2007, shkencëtar në Institutin e Optikës në Orsay, Francë, kryen eksperimentin e zgjedhjes së vonuar të Wheeler me fotone të vërteta. Rezultatet konfirmuan parashikimin e Wheeler. Vendimi për të vëzguar ose jo në të tashmen përcakton se çfarë ndodhi në të kaluarën. Tani nuk është një moment që rrjedh nga e kaluara në të ardhmen. Është një pikë ku e kaluara dhe e ardhmja krijohen njëkohësisht. Por le të kthehemi te truri juaj, sepse ndërsa fizika po na tregon se tani nuk ekziston në nivelin fundamental, neuroshkenca po na tregon se tani që ju përjetoni është një konstrukt i krijuar nga truri juaj. Dhe ky konstrukt ka një vonesë të matshme. Në vitin 2001, neuroskiencisti David Eagleman në Universitetin e Baylor zbuloi se truri juaj duhen 80 milisekonda për të përpunuar informacionin nga shqisat dhe për të krijuar një përvojë të ndërgjegjshme. Kjo do të thotë se çdo gjë që ju përjetoni si tani, tashmë ka ndodhur 80 milisekonda më parë. 80 milisekonda mund të mos duken shumë, por në atë kohë, një top tenisi që udhëton me 150 km/h ka lvizur 3 metra e gjysmë. Një makinë që udhëton me 100 km/h ka lvizur 2 metra e gjysmë. Nëse jeni duke folur me dikë, tingujt që dëgjoni tashmë kanë udhëtuar disa metra përmes ajrit. Ju nuk jeni duke dëgjuar atë që po thon tani. Ju jeni duke dëgjuar atë që than 80 milisekonda më parë. Dhe truri juaj po ju aparaqet këtë si tani. Por pse truri bën këtë? Pse krijon iluzionin e një tani të vazhdueshëm
kur realiteti është një seri ngjarjesh të ndara. Përgjigja është se truri juaj është një makinë parashikimi. Ai nuk është projektuar për t'ju treguar realitetin ashtu siç është. Ai është projektuar për t'ju mbajtur gjallë. Dhe për ta bërë këtë, ai duhet të krijojë një model të qëndrueshëm të botës që ju mund ta përdorni për të vepruar. Imagjinoni se çdo 80 milisekonda përvojat tuaja do të ndërpriteshin. Do të kishte një vonesë të dukshme midis asaj që shihni dhe asaj që dëgjoni. Bota do të dukej si një film me sinkronizim të keq. Nuk do të mund të kapnit një top, nuk do të mund të bënit një bisedë, nuk do të mund të ecnit pa u rrëzuar. Pra, truri juaj bën diçka të mrekullueshme. Ai i bashkon të gjitha këto sinjale të vonuara në një përvojë të vetme, të vazhdueshme, që ju e quani tani. Ai krijon një iluzion të sinkronizimit. Por si e bën truri këtë? Përmes një procesi që quhet dritarja e të tashmes. Në vitin 1983, psikologu Ernst Pöppel zbuloi se truri juaj nuk përpunon informacionin në mënyrë të vazhdueshme. Ai e përpunon atë në copëza të vogla kohore, secila rreth 3 sekonda e gjysmë. Çdo 3 sekonda e gjysmë, truri juaj merr të gjitha sinjalet që ka marrë, i integron ato dhe krijon një moment të vetëm të ndërgjegjshëm. Kjo është arsyeja pse kur dëgjoni një ritëm muzikor, ju mund të mbani në mendje rreth 3 sekonda e gjysmë muzikë përpara se të fillojë të zbehet. Kjo është arsyeja pse kur flisni, fjalit tuaja zakonisht zgjatin në rreth 3 sekonda. Truri juaj po punon në njësi 3 sekondçe. Dhe brenda këtyre 3 sekondave, truri juaj po bën diçka edhe më të mahnitshme. Ai po rregullon rendin e ngjarjeve për të krijuar një narrativ koherente. Në vitin 2010, neuroskencisti Christoph Koch në Institutin Allen për shkencën e trurit zbuloi se truri juaj shpesh ndryshon rendin e ngjarjeve për të krijuar një histori që ka kuptim. Nëse shihni një dritë dhe dëgjoni një tingull pothuajse në të njëjtën kohë, truri juaj mund të rregullojë ato për të krijuar një lidhje shkaksore. Ai mund të vendosë se drita shkaktoi tingullin, edhe nëse në realitet tingujt erdhi pak më parë. Truri juaj po rishkruan të kaluarën e afërt për të krijuar një tani që ka kuptim. Kjo do të thotë se tani që ju përjetoni nuk është një pasqyrim pasiv i realitetit. Është një krijim aktiv, një interpretim, një histori që truri juaj po ju tregon. Dhe kjo histori nuk është gjithmonë e saktë. Në vitin 1976, psikologu Daniel Dennett propozoi modelin e draftet të shumëfisht të ndërgjegjes. Sipas këtij modeli, truri juaj nuk krijon një tani të vetëm definitiv. Ai krijon versione të shumta, drafte të ndryshme të realitetit dhe më pas zgjedh njërin që duket më i besueshëm. Ju nuk jeni duke përjetuar realitetin, ju jeni duke përjetuar versionin më të mirë të trurit tuaj për atë që mund të jetë realiteti. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë po ndodh në trurin tuaj në nivelin e qelizave nervore kur ju përjetoni tani? Në vitin 2005, neuroskencisti Wolf Singer në Institutin Max Planck në Frankfurt zbudoi se kur ju përjetoni një objekt si një tërësi të vetme, neuronët në pjesë të ndryshme të trurit tuaj fillojnë të shkreptisin në sinkronizim. Nëse jeni duke parë një mollë të kuqe, neuronët që përpunojnë ngjyrën e kuqe dhe neuronët që përpunojnë formën e rrumbullakët fillojnë të shkreptisin së bashku me një frekuencë prej 40 Hz. Ky sinkronizim krijon iluzionin e një objekti të vetëm, të unifikuar që ekziston tani. Por ja problemi. Ky sinkronizim nuk është i përsosur. Ka një variacion prej disa milisekondave midis neuronëve të ndryshëm. Disa neuron shkreptisin pak më herët, disa pak më vonë. Pra edhe brenda trurit tuaj nuk ka një tani i vetëm. Ka një mori tanish të vogla, secila pak e ndryshme, që truri juaj i bashkon në një përvojë të vetme. Quote 82. Tani. Quote 83. Juaj është një mozaik i momenteve të vogla, jo një pikë vetme në kohë. Dhe kjo bëhet edhe më e komplikuar kur konsiderojmë se pjesë të ndryshme të trurit përpunojnë informacionin me shpejtësi të ndryshme. Në vitin 1993, neuroskencisti Semir Zeki në University College London zbuloi se truri juaj përpunon ngjyrën rreth 25 milisekonda më shpejt se sa përpunon lëvizjen. Kjo do të thotë se kur shikoni një makinë të kuqe që po lëviz, ju shihni ngjyrën e saj përpara se të shihni lëvizjen e saj.
por truri juaj i bashkon këto dy sinjale dhe ju aparaqet si një ngjarje të vetme që ndodh tani. Ai po fsheh vonesën. Pra çfarë është tani? Në nivelin e fizikës është një koncept relativ që varet nga shpejtësia dhe pozicioni juaj në hapësirë. Në nivelin kuantik është një gjendje e papërcaktuar derisa të kryhet një matje. Në nivelin e trurit është një konstrukt i krijuar nga sinkronizimi i neuronëve dhe integrimi i sinjaleve të vonuara. Dhe në nivelin e përvojës subjektive është një iluzion i vazhdueshëm që fsheh faktin se ju jeni duke jetuar në të kaluarën e afërt. Por pse kjo ka rëndësi? Pse duhet të na interesojë se tani është një iluzion? Sepse kjo ndryshon çdo gjë për mënyrën se si e kuptojmë veten dhe vendin ton në univers. Nëse tani nuk ekziston si një moment objektiv, universal, atëherë çfarë do të thotë të jesh i pranishëm? Çfarë do të thotë të jetosh në momentin e tanishëm? Çfarë do të thotë të marrësh një vendim tani, kur tani është tashmë e kaluara? Këto pyetje nuk janë thjesht filozofike. Ato kanë implikime praktike për mënyrën se si jetojmë jetën tonë. Nëse truri juaj po ju tregon një version të vonuar të realitetit, atëherë çdo vendim që merrni është bazuar në informacion të vjetruar. Ju nuk jeni duke reaguar ndaj asaj që po ndodh tani. Ju jeni duke reaguar ndaj asaj që ndodhi 8 milisekonda më parë. Dhe nëse truri juaj po rregullon rendin e ngjarjeve për të krijuar një narrativ koherente, atëherë kujtesa juaj për atë që sapo ndodhi mund të mos jetë saktë. Ju mund të kujtoni ngjarje në një rend të ndryshëm nga ai në të cilin ato ndodhen në të vërtetë. Kjo ka implikime edhe për sistemin ton ligjor. Kur një dëshmitar thotë se pa një ngjarje ndodhi saktësisht në të njëjtën kohë me një tjetër, sa i besueshëm është ai dëshmitar? Nëse truri i tyre po rregullon rendin e ngjarjeve për të krijuar një histori koherente, atëherë dëshmia e tyre mund të jetë e pasakt, pa qenë faji i tyre. Ata nuk po gënjejnë. Ata thjesht po raportojnë versionin e trurit të tyre për atë që ndodhi, i cili mund të jetë ndryshëm nga ajo që ndodhi në të vërtetë. Dhe kjo ka implikime për mënyrën se si e kuptojmë vetdijen. Nëse tani është një konstrukt i krijuar nga truri, atëherë çfarë është vetdia? A është thjesht një histori që truri na tregon për veten tonë? A është një iluzion i krijuar nga sinkronizimi i neuronëve? Apo ka diçka më shumë? Diçka që ekziston përtej proceseve fizike të trurit? Këto janë pyetje që shkencëtarët dhe filozofët kanë debatuar për shekuj, por tani, për herë të parë në histori, ne kemi mjetet për t'i studiuar ato në mënyrë empirike. Ne mund të matim vonesën midis një ngjarje dhe përvojës së saj të ndërgjeshme. Ne mund të shohim se cilët neuron shkreptisin kur dikush përjeton tani. Ne mund të testojmë parashikimet e mekanikës kuantike dhe teorisë së relativitetit me saktësi të pabesueshme. Ne jemi duke zbuluar se si funksionon realiteti në nivelin më fundamental. Dhe ajo që po zbulojmë është se realiteti është shumë më i çuditshëm se sa mund të kishim imagjinuar ndonjëherë. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që duhet të eksplorojmë, sepse nëse tani nuk ekziston në mënyrën që menduam, atëherë çfarë mund të themi për të kaluarën dhe të ardhmen? A ekzistojnë ato? Apo janë edhe ato iluzione? Dhe nëse koha nuk rrjedh në mënyrën që menduam, atëherë çfarë është koha në të vërtetë? Në vitin 1923, fizikani francez Louis de Broglie propozoi një ide që do të shkatërronte çdo gjë që mendonim se e dinim për kohën. Nëse grimcat mund të sidhen si val, atëherë çfarë është një val? Një val nuk ekziston në një moment të vetëm. Ajo është e shtrirë në hapësirë dhe kohë. Një val në oqean nuk është këtu në një pikë të vetme. Ajo është një model që shtrihet për metra, për kilometra. Dhe nëse një elektron është një val, atëherë ai nuk ekziston në një moment të vetëm. Ai është i shtrirë përmes kohës. E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja e tij janë të gjitha pjesë të së njëjtës val. Kjo nuk është metaforik. Kjo është matematika e mekanikës kuantike. Funksioni i valës së një grimce përshkruan të gjitha gjendjet e saj të mundshme në të gjitha momentet e mundshme. Kur shkencëtarët zgjevin ekuacionin e Schrödinger për një elektron, ata nuk marrin një pozicion në një moment të vetëm. Ata marrin një val që shtrihet përmes kohës. Elektroni është në të kaluarën,
të tashmen dhe të ardhmen njëkohësisht. Dhe vetëm kur e matni, kur e detyroni të zgjedh një pozicion, valja kolapson në një pikë të vetme. Por ja pyetja që askush nuk po e bën. Çfarë ndodh me pjesën tjetër të valës? Nëse elektroni ishte i shtrirë përmes kohës dhe ju e detyruat të jetë këtu, tani, ku shkoi pjesa tjetër e tij? Ku shkoi e kaluara dhe e ardhmja e tij? Përgjigja, sipas interpretimit të shumë botëve të mekanikës kuantike, është se ato ende ekzistojnë, në realitetet të tjera, në degë të tjera të universit. Çdo herë që matni një grinc, universi ndahet në versione të shumta, secili me një rezultat të ndryshëm. Dhe në secilin prej këtyre universive, ka një version të jush që po përjeton një tani të ndryshëm. Kjo ide u propozua për herë të parë në vitin 1957 nga fizikani amerikan Hugh Everett. Ai e quajti atë formulimin e gjendjes e relative. Sot e njohim si interpretimin e shumë botëve, dhe ndërsa tingëllon si shkencë fantazi, është një zgjidhje plotësisht e vlefshme matematikore për ekuacionet e mekanikës kuantike. Në fakt, është zgjidhja më e thjeshtë, nuk kërkon asnjë mekanizëm misteroz për të shpjeguar se si valja kolapson. Valja nuk kolapson kurrë. Ajo thjesht vazhdon të ekzistojë në të gjitha degët e saj dhe ju përjetoni vetëm njërën degë. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë do të thotë kjo për tani? Do të thotë se çdo tani i mundshëm po ndodh diku. Çdo vendim që mund të merrni, çdo ngjarje që mund të ndodh, po ndodh në një degë të universit. Nuk ka një tani i vetëm, universal. Ka një numër të pafund tanish, secili po ndodh në një realitet të ndryshëm. Dhe të gjitha janë po aq të vërteta. Kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Nëse të gjitha momentet e mundshme po ndodhin njëkohësisht në degë të ndryshme të universit, atëherë çfarë është koha? A është thjesht një dimension tjetër, si hapësira? A mund të lëvizni përmes saj në të dyja drejtimet? Apo ka diçka speciale për kohën që e bën të ndryshme nga hapësira? Në vitin 1923, matematikani britanik Hermann Minkowski, ish profesori Einstein, propozoi një ide revolucionare. Hapësira dhe koha nuk janë dy gjëra të ndara. Ato janë një gjë e vetme. Hapësirë, kohë. Universi nuk është një skenë tredimensionale ku ngjarjet ndodhin në kohë. Është një blok 4-dimensionale ku të gjitha ngjarjet ekzistojnë njëkohësisht. E kaluara, e tashmia dhe e ardhmja janë të gjitha pjesë të së njëjtës strukture. Ato janë thjesht vende të ndryshme në hapësirë kohë. Imagjinoni një film. Kur e shikoni, ju e përjetoni atë si një sekuencë ngjarjesh që ndodhin në kohë. Por filmi në vetvete është një objekt fizik, një rrip celuloid ose një skedar digital ku të gjitha kornizat ekzistojnë njëkohësisht. Korniza e parë dhe korniza e fundit janë po aq reale. Ato thjesht janë në vende të ndryshme në rrip. Sipas modelit të blokut të universit, realiteti është si ky film. Të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht në blokun 4-dimensionale të hapësirë kohës. Ju thjesht po përjetoni një kornizë në një kohë, duke krijuar iluzionin se koha po rrjedh. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë krijon iluzionin e rrjedhës? Pse ndjejmë se koha po kalon? Pse ndjejmë se e kaluara është fikse dhe e ardhmja është e hapur? Përgjigja, sipas fizikanit britanik Julian Barber, është se koha nuk rrjedh fare. Ajo që ne e quajmë rrjedhje kohës është thjesht një sekuencë kujtesash të koduara në strukturën e trurit ton. Çdo moment në blokun e universit përmban një version të trurit tuaj me një grup të caktuar kujtesash. Dhe ky tru mendon se ka ardhur nga e kaluara, edhe pse në realitet të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht. Barbour e quan këtë tokën e tanive. Imagjinoni një peizazh të pafund plot me momente, secili një tani i ndryshëm. Çdo moment përmban një version të universit me një konfiguracion të caktuar grimkash, duke përfshirë grimcat që përbëjnë trurin tuaj. Dhe disa prej këtyre momenteve përmbajnë trur që kanë kujtesa për momente të tjera. Këto kujtesa krijojnë iluzionin e një sekuence, iluzionin se ka pasur një të kaluar dhe se do të ketë një të ardhme. Por në realitet, çdo moment është i pavarur. Nuk ka lidhje shkaksore midis tyre.
Ato thjesht ekzistojnë, të gjitha njëkohësisht, në tokën e tanive. Kjo ide tingëllon e çmendur, por ajo zgjidh një nga problemet më të mëdha në fizik, problemin e kohës në gravitacionin kuantik. Kur shkencëtarët përpiqen të kombinojnë mekanikën kuantike me teorinë e përgjithshme të relativitetit të Einstein, ata hasin në një problem fundamental. Ekuacionet nuk përmbajnë kohën. Ekuacioni Wheeler-DeWitt, që përshkruan gjendjen kuantike të universit, nuk ka një variabël kohe. Universi, në nivelin më fundamental, është pa kohë. Të gjitha gjendjet e tij ekzistojnë njëkohësisht në një superpozicion kuantik. Koha shfaqet vetëm kur zmadhoni dhe shikoni pjesë të vogla të universit, ku mund të përcaktoni një sekuencë ngjarjesh. Por si mund të jetë universi pa kohë kur ne përjetojmë kohën çdo sekond të jetës sonë? Përgjigja është se koha është një veti emergjente. Ajo nuk ekziston në nivelin fundamental, por shfaqet kur shumë grimca ndërveprojnë në mënyra komplekse. Është si temperatura. Një grimce vetme nuk ka temperaturë. Temperatura është një veti e një sistemi të madh grimcash që lëvizin në mënyra të rastësishme. Në mënyrë të ngjashme, koha është një veti e një sistemi të madh grimcash që ndryshojnë në mënyra të koordinuara. Kjo ide u zhvillua nga fizikani italian Carlo Rovelli në librin e tij Rendi i kohës të vitit 2017. Rovelli argumenton se koha nuk është një dimension fundamental i realitetit. Është një përshkrim i ndryshimeve që ndodhin kur grimcat ndërveprojnë. Dhe këto ndryshime kanë një drejtim të preferuar jo sepse kanë një shigjet kohe fundamentale në ligjet e fizikës, por sepse universi filloi në një gjendje të rendit të ulët, të entropisë së ulët, dhe po lëviz drejt një gjendje të çrregullimit të lartë, të entropisë së lartë. Entropia është një masë e çrregullimit në një sistem. Një dhomë e pastër ka entropi të ulët, një dhomë e rrëmujshme ka entropi të lartë. Ligji i dytë i termodinamikës thotë se entropia e një sistemi të mbyllur gjithmonë rritet me kalimin e kohës. Por pse? Pse universi po lëviz nga rend në çrregullim? Përgjigjja është statistikore. Ka shumë më tepër mënyra për një sistem të jetë i çrregulluar sesa të jetë i rregulluar. Nëse hidhni një kuvert letra në ajër, ka vetëm një mënyrë për ato të bien në rend të përsosur, por ka triliona mënyra për ato të bien në çrregullim. Pra është shumë më e mundshme që sistemi të lëviz drejt çrregullimit. Por ja çështja interesante. Ky rritje i entropisë krijon iluzionin e rrjedhës së kohës. Kur entropia rritet, sistemi kalon përmes një sekuence gjendjes që nuk mund të kthehet. Ju nuk mund të riktheni një vezë të tyer në një vezë të plot. Ju nuk mund të riktheni tymën në një cigare. Ky proces i paktyeshëm krijon një shigjet kohe që tregon nga e kaluara drejt së ardhmes. Por kjo shigjet nuk është një veti fundamentale e kohës, është një veti statistikore e sistemeve të mëdha. Dhe ja ku bëhet vërtet interesante. Truri juaj është një makinë që rrit entropinë. Çdo herë që formoni një kujtesë, ju po rrisni çrregullimin në trurin tuaj. Neuronet po krijojnë lidhje të reja, molekulat po lvizin në konfiguracione të reja, energjia po shpërndahet në mënyra të reja. Dhe ky proces i paktyeshëm krijon iluzionin se koha po rrjedh nga e kaluara drejt së ardhmes. Ju nuk po përjetoni rrjedhjen e kohës. Ju po përjetoni rritjen e entropisë në trurin tuaj. Por le të testojmë këtë ide me një eksperiment mendor. Imagjinoni se mund të krijoni një kopje të përsosur të trurit tuaj, me të gjitha kujtesat tuaja, të gjitha lidhjet neuronale, të gjitha molekulat në pozicionet e sakta. Ky tru do të kishte të gjitha kujtesat tuaja për të kaluarën. Ai do të kujtonte se ka lindur, se ka rritur, se ka përjetuar jetën tuaj. Por nëse e krijoni këtë tru tani, në këtë moment, a ka pasur vërtet një të kaluar? Apo kujtesa e së kaluarës është thjesht një gjendje e tanishme e trurit? Kjo është një version i paradoksit të Boltzmann-Brain, propozuar nga fizikani austriak Ludwig Boltzmann në fund të shekullit të 19. Boltzmann argumentoi se nëse universi është i pafund dhe entropia po rritet përgjithmonë, atëherë duhet të ketë momente kur, thjesht nga rasti, një tru i plot formohet spontanisht nga fluktuacionet kuantike. Ky tru do të kishte kujtesa të rreme për një të kaluar që nuk ndodhi kurrë. Dhe nga pikpamja e trurit, këto kujtesa do të ishin po aq reale sa kujtesa juaj.
Kjo na çon në një pyetje shqetësuese. Si e dini se ju nuk jeni një Boltzmann brain? Si e dini se kujtesa juaj për të kaluarën korespondon me ngjarje reale që ndodhen dhe nuk janë thjesht gjendje të tanishme të trurit tuaj? Përgjigjja e shkurtër është: nuk mund ta dini me siguri absolute, por mund të argumentoni se është shumë më e mundshme që kujtesa juaj të jetë rezultati një historie të vërtet shkaksore se sa të jetë një fluktuacion i rastësishëm. Por kjo na kthehet te pyetja jon origjinale. Çfarë është tani? Nëse koha është një veti emergjente, nëse e kaluara dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht në bllokun e universit, nëse kujtesa juaj për të kaluarën është thjesht një gjendje e tanishme e trurit tuaj, atëherë çfarë do të thotë të jetosh në tani? Çfarë do të thotë të jesh i pranishëm? Këto pyetje kanë qenë në qendër të praktikave kontemplative për mijëra vjet. Në vitin 550 para Krishtit, Buddha mësoi se vuajtja vjen nga lidhja me të kaluarën dhe e ardhmja. Ai mësoi se çlirimi vjen nga të jetuarit në momentin e tanishëm, nga të pamurit e realitetit ashtu siç është, pa filtrat e kujtesës dhe pritjes. Por çfarë do të thotë kjo në dritën e asaj që kemi mësuar nga fizika dhe neuroshkenca? Nëse tani është një konstrukt i trurit, nëse është një iluzion i krijuar nga sinkronizimi i neuronëve dhe integrimi i sinjaleve të vonuara, atëherë çfarë do të thotë të jesh i pranishëm në këtë iluzion? A është e mundur të shihësh përtej iluzionit? A është e mundur të përjetosh realitetin ashtu siç është, në nivelin fundamental, pa filtrin e tani? Disa neuroskenqtistë argumentojnë se po, është e mundur. Në vitin 2008, neuroskenqtisti Richard Davidson në Universitetin e Wisconsin studioi trurat e medituesve budist me përvojë të gjatë. Ai zbuloi se gjatë meditimit, aktiviteti në korteksin prefrontal, pjesa e trurit që krijon narrativën e unë dhe tani, ulet ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, aktiviteti në korteksin parietal, pjesa e trurit që krijon ndjesinë e kufive të trupit, gjithashtu ulet. Medituesit raportojnë një ndjenjë të shkrirjes me mjedisin, një humbje të ndjesinë së unë dhe tani të ndara. A është kjo një përvojë e realitetit ashtu siç është në nivelin fundamental? A është kjo një shpërfaqje e iluzionit të tani? Apo është thjesht një gjendje ndryshuar e ndërgjegjes, po aq iluzore sa gjendja normale? Këto janë pyetje që shkenca ende nuk mund t'i përgjigjet me siguri. Por ajo që mund të themi është se përvojat e medituesve janë në përputhje me atë që fizika na tregon për natyrën e kohës. Se tani nuk është një moment objektiv, universal, por një konstrukt subjektiv që varet nga gjendja e trurit tuaj. Por le të shkojmë edhe më thellë në paradoksin e kohës, sepse ka një dimension tjetër të kësaj historie që e bën edhe më të çuditshme: marrëdhënia midis kohës dhe shkaksisë. Ne menduam gjithmonë se shkaku vjen përpara efektit. Nëse shtyj një top, ai lëviz. Shtytja është shkaku, lëvizja është efekti. Dhe shkaku gjithmonë vjen përpara efektit në kohë. Por çfarë ndodh nëse koha nuk rrjedh në mënyrën që menduam? Çfarë ndodh nëse në nivelin kuantik efekti mund të vijë përpara shkakut? Në vitin 2015, fizikanët në Universitetin Hebre në Jeruzalem kryen një eksperiment të çuditshëm. Ata dërguan fotone përmes një sistemi optik, ku rruga që merrte fotoni vartej nga një matje që do të bëhej më vonë. Rezultati? Fotoni dinte se cilën rrugë të merrte përpara se matja të bëhej. Ishte sikur efekti, zgjedhja e rrugës, erdhi përpara shkakut, matja. Kjo nuk ishte një gabim eksperimental. Ishte një demonstrim i një parimi fundamental të mekanikës kuantike. Shkakësia kuantike nuk respekton rendin e zakonshëm të kohës. Kjo ide quhet shkakësi retroaktive dhe është një nga aspektet më të çuditshme të mekanikës kuantike. Në nivelin kuantik, nuk ka një ndarje të qartë midis shkakut dhe efektit, midis së kaluarës dhe së ardhmes. Të gjitha janë të ndërthurura në një rrjet kompleks ndërvarësish. Një ngjarje në të ardhmen mund të ndikojë në një ngjarje në të kaluarën. Një vendim që merrni sot mund të ndryshojë atë që ndodhi dje, jo në kuptimin se po ndryshoni të kaluarën, por në kuptimin se po përcaktoni se cila e kaluar ishte reale.
Kjo na kthehet te eksperimenti I zgjedhjes së vonuar të Wheeler që diskutuam më parë. Kur vendosni, nëse të vendosni, një detektor pasi fotoni ka kaluar përmes të qarave, ju po përcaktoni se si fotoni u soll në të kaluarën. Vendimi juaj në të tashmen po krijon të kaluarën. Kjo nuk është udhtim në kohë në kuptimin tradicional. Ju nuk po ktheheni në të kaluarën dhe po e ndryshoni atë. Ju po përcaktoni se cila e kaluar ishte reale duke marrë një vendim në të tashmen. Por si është e mundur kjo? Si mund një vendim në të tashmen të ndikojë në të kaluarën? Përgjigjja ka të bëjë me natyrën e informacionit në mekanikën kuantike. Në fizikën klasike, informacioni për një ngjarje ekziston në momentin kur ngjarja ndodh. Nëse një top godet një murr, informacioni për këtë goditje ekziston në momentin e goditjes. Por në mekanikën kuantike, informacioni për një ngjarje nuk ekziston derisa të matet. Përpara matjes, ka vetëm probabilitete. Dhe kur matni, ju po krijoni informacion, jo po e zbuloni atë. Kjo do të thotë se në nivelin kuantik, e kaluara nuk është një grup faktesh fikse, është një grup probabilitetesh që bëhen reale vetëm kur maten. Dhe nëse matja mund të bëhet në të ardhmen, atëhere e ardhmja po krijon të kaluarën. Koha nuk është një lumë që rrjedh nga e kaluara drejt së ardhmes. Është një rrjet kompleks ndërvarësish ku e kaluara, e tashmia dhe e ardhmja janë të gjitha të lidhura. Kjo ide ka implikime të thella për mënyrën se si e kuptojmë vullnetin e lirë. Nëse vendimet tona në të tashmen po krijojnë të kaluarën, atëhere në çfarë kuptimi jemi të lirë? A jemi duke zgjedhur vërtet, apo jemi thjesht duke zbuluar zgjedhje që tashmë ekzistojnë në blokun e universit? Kjo është një nga pyetjet më të vjetra në filozofi, dhe fizika moderne nuk e ka zgjidhur atë. Por ajo që ka bërë është të na tregojë se pyetja është edhe më e komplikuar se sa menduam, sepse nëse e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht në blokun e universit. Atëherë, në çfarë kuptimi të bëjmë zgjedhje? Nëse çdo vendim që do të marrim tashmë ekziston në një vend të caktuar në hapësirë kohë, atëherë a kemi vërtet zgjedhje? Apo jemi thjesht duke përjetuar një sekuencë ngjarjesh të paracaktuara? Kjo është një version I paradoksit të determinizmit. Nëse universi është I përcaktuar nga ligjet e fizikës, nëse çdo ngjarje është rezultati ngjarjeve të mëparshme, atëherë çdo gjë që do të ndodh tashmë është e përcaktuar nga gjendja filestare e universit. Nuk ka vend për zgjedhje të vërteta, për vullnet të lirë. Jemi thjesht grinca që ndjekin ligjet e fizikës duke krijuar iluzionin e zgjedhjes. Por mekanika kuantike hedh një qelës në këtë argument, sepse në nivelin kuantik, universi nuk është deterministik. Ka një element të rastësisë së vërtet, të papërcaktueshmërisë fundamentale. Kur një grincë kuantike është në superpozicion, nuk ka asnjë mënyrë të parashikoni se cilën gjendje do të zgjedh kur të matet. Është vërtet e rastësishme. Dhe kjo rastësi mund të krijojë hapësirë për vullnetin e lirë. Por ka një problem me këtë argument. Rastësia nuk është e njëjta gjë me zgjedhjen. Nëse vendimet tona janë në rezultat I proceseve të rastësishme kuantike në trurin ton, atëhere nuk jemi duke zgjedhur vërtet. Jemi thjesht duke qenë subjekt I rastësisë. Vullneti I lirë kërkon më shumë se rastësi. Kërkon agjenci, aftësinë për të qenë autori I veprimeve tona. Pra ku na lë kjo? A kemi vullnet të lirë apo jo? Përgjigja, sipas shumë filozofëve dhe shkencëtarëve, është se pyetja është e keq formuluar. Vullneti I lirë nuk është një pronë që ose e kemi ose nuk e kemi. Është një koncept kompleks që varet nga se si e përkufizojmë ata. Nëse e përkufizojmë si aftësinë për të vepruar pavarësisht nga ligjet e fizikës, atëherë nuk e kemi. Por nëse e përkufizojmë si aftësinë për të vepruar në përputhje me dëshirat dhe besimet tona, atëherë e kemi. Truri juaj është një sistem kompleks që merr informacion nga mjedisi, e përpunon atë dhe gjeneron veprime. Ky proces ndjek ligjet e fizikës, por është aq kompleks sa që është praktikisht I paparashikueshëm. Ju nuk mund të parashikoni se çfarë do të mendoni nesër, edhe nëse do të dini gjendjen e saktë të çdo neuroni në trurin tuaj. Sepse truri juaj është një sistem kaotik, ku ndryshime të vogla në kushtet filestare mund të çojnë në rezultate shumë të ndryshme. Dhe kjo kompleksitet krijon diçka që duket si zgjedhje,
Kur vendosni të ngrini dorën, ky vendim është rezultati i miliarda neuronëve që shkreptisin në modele komplekse të ndikuara nga kujtesa juaj, emocionet tuaja, besimet tuaja dhe një numër i pafund faktorësh të tjerë. Është e pamundur të reduktohet në një shkak të vetëm. Është emergjente, një veti e sistemit në tërësi që nuk mund të parashikohet nga pjesët individuale. Pra në këtë kuptim, ju keni vullnet të lirë, jo sepse jeni të lirë nga ligjet e fizikës, por sepse jeni një sistem aq kompleks sa që ligjet e fizikës nuk mund t'ju përcaktojnë plotësisht. Ju jeni një model emergjent, një organizim i grimcave që krijon diçka të re, diçka që nuk ekziston në nivelin e grimcave individuale. Por kjo na kthehet te pyetja jon për tani, sepse nëse ju jeni një model emergjent, atëherë tani juaj është gjithashtu emergjent. Nuk ekziston në nivelin e grimcave individuale. Ekziston vetëm në nivelin e sistemit në tërësi, në nivelin e trurit tuaj që integron sinjale nga mjedisi dhe krijon një përvojë të unifikuar. Dhe kjo përvojë e unifikuar është ajo që ju e quani tani. Është momenti kur të gjitha pjesët e trurit tuaj po punojnë së bashku për të krijuar një model koherent të realitetit. Është momenti kur ju jeni të vetëdijshëm, kur ju përjetoni veten si një qenie e vetme, e unifikuar, që ekziston në një moment të vetëm në kohë. Por si s'kemi parë, ky moment është një iluzion. Është një konstrukt i krijuar nga truri juaj për t'ju dhënë ndjesinë e vazhdimësisë, ndjesinë se jeni e njëjta person që ishit dje dhe që do t'jeni nesër. Në realitet, ju jeni një proces i vazhdueshëm ndryshimi. Çdo sekond, miliona qeliza në trupin tuaj po vdesin dhe po zvendçohen. Çdo ditë, kujtesa juaj po ndryshohet, por i konsolidohet, por i shkruhet. Ju nuk jeni një objekt statik. Ju jeni një model dinamik, një valë që kalon përmes kohës. Dhe kjo valë nuk ka një tani të vetëm. Ajo është e shtrirë përmes kohës, ashtu si vala e një elektroni. Çdo moment i jetës suaj është një pjesë e kësaj vale, një pikë në një vijë të vazhdueshme që shtrihet nga lindja deri në vdekje. Dhe të gjitha këto pika ekzistojnë njëkohësisht në blokun e universit. E kaluara juaj, e tashmja juaj, e ardhmja juaj janë të gjitha reale, të gjitha ekzistojnë. Të gjitha janë pjesë e së njëjtës vale, por ju përjetoni vetëm një pikë në një kohë. Ju përjetoni vetëm një tani. Dhe ky tani po lviz përmes valës duke krijuar iluzionin e rrjedhës së kohës, por në realitet asgjë nuk po lviz. Të gjitha pikat ekzistojnë njëkohësisht. Ju thjesht po përjetoni një sekuencë të tyre, një pas një, duke krijuar iluzionin e një udhëtimi përmes kohës. Kjo është arsyeja pse tani nuk ekziston. Jo sepse nuk ka momente, por sepse të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht. Nuk ka një moment special që mund të quani tani. Ka vetëm një seri momentesh, secili po aq real sa tjetri, secili duke përmbajtur një version të jush që mendon se është në tani. Dhe kjo na çon në realizimin më të thellë të të gjithëve. Ju nuk jeni duke jetuar në të tashmen. Ju jeni duke jetuar në të gjitha momentet e jetës suaj njëkohësisht. Çdo versioni jush, në çdo moment, po ekziston diku në blokun e universit. Foshnja që ishit, fëmia që ishit, adoleshenti që ishit, adulti që jeni, pleqëria që do të jeni. Të gjitha këto versione ekzistojnë njëkohësisht. Ato janë të gjitha reale. Ato janë të gjitha ju. Dhe kjo do të thotë se vdekja nuk është fundi. Sepse nëse të gjitha momentet e jetës suaj ekzistojnë njëkohësisht në blokun e universit, atëherë ju gjithmonë ekzistoni. Versioni i juve që po lexon këto fjalë tani do të ekzistojë përgjithmonë në këtë moment në hapësirë kohë. Ai nuk do të zhduket kurrë. Ai është një pjesë e përhershme e strukturës së universit. Kjo nuk është pavdekësi në kuptimin tradicional. Ju ende do të vdisni. Truri juaj do të ndalojë së funksionuari. Ndërgjegja juaj do të shuhet. Por momenti i vdekjes suaj është thjesht një pikë tjetër në valën e jetës suaj. Dhe të gjitha pikat e tjera, të gjitha momentet e tjera, do të vazhdojnë të ekzistojnë. Ju në moshën 5 vjeç duke luajtur në obor. Ju në moshën 20 vjeç duke dashuruar për herë të parë. Ju në moshën 50 vjeç duke parë fëmijët tuaj të rriten.
Të gjitha këto versione të jush janë të përjetshme. Kjo është një mëngjes i madh, por është gjithashtu një ngushëllim, sepse do të thotë se asgjë nuk humbet kurrë. Çdo moment i lumturisë, çdo moment i dashurisë, çdo moment i bukurisë që keni përjetuar ekziston përgjithmonë diku në blokun e univers. Ato nuk janë thjesht kujtesa. Ato janë ngjarje reale që vazhdojnë të ndodhin përgjithmonë në vendin e tyre në hapësirë kohë. Por kjo ngre një pyetje të fundit. Nëse të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht, nëse nuk ka një kuote 28.4 tani kuote 25 universal, atëherë çfarë është ndërgjegja? Si mund të jemi të vetëdijshëm për një moment të vetëm kur të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht? Çfarë është kjo përvojë subjektive e tani që të gjithë e kemi? Kjo është pyetja më e madhe e pasgjidhur në shkencë. Problemi i vështirë i ndërgjegjes, siç e quajti filozofi David Chalmers në vitin 1995. Pse ka diçka që ndihet si ti je ju? Pse ka një përvojë subjektive? Pse nuk jemi thjesht robota biologjik që përpunojnë informacion pa pasur asnjë përvojë të brendshme? Shkenca ende nuk ka një përgjigje. Por ajo që mund të themi është se ndërgjegja duket se është e lidhur ngushtë me integrimin e informacionit. Kur pjesë të ndryshme të trurit tuaj po punojnë së bashku, kur po integrojnë informacion nga burime të ndryshme, kur po krijojnë një model të unifikuar të realitetit, atëherë shfaqet diçka e re, përvojë subjektive, ndërgjegja. Dhe kjo përvojë subjektive përfshin një ndjenjë të tani, një ndjenjë se ju ekzistoni në një moment të veçantë në kohë. Por siç kemi parë, kjo ndjenjë është një iluzion. Është një konstrukt i krijuar nga truri juaj për t'ju dhënë një model të përdorshëm të realitetit. Realiteti i vërtet është shumë më i çuditshëm. Është një blok 4-dimensionale ku të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht, ku e kaluara dhe e ardhmja janë po aq reale sa e tashmja, ku koha nuk rrjedh, por thjesht është. Dhe kjo na lë me një pyetje përfundimtare. Si duhet të jetojmë në dritën e këtij zbulimi? Nëse tani është një iluzion, nëse jemi duke jetuar në të kaluarën e afërt, nëse të gjitha momentet e jetës son ekzistojnë njëkohësisht, atëherë çfarë do të thotë të jetosh mirë? Çfarë do të thotë të bësh zgjedhje të mira? Çfarë do të thotë të jesh i lumtur? Në vitin 2011, fizikani teorik Sean Carroll në Institutin Teknologjik të Kalifornisë propozoi një eksperiment mendor që do të shkatërronte çdo gjë që mendonim se e dinim për marrëdhënien tonë me realitetin. Ai pyeti: çfarë do të ndodhte nëse do të mund të krijonit një simulim të përsosur të universit me çdo grimc në pozicionin e saktë, me çdo ligj fizike të koduar me saktësi absolute? Ky univers i simuluar do të përmbante qenie të ndërgjegjshme, njerëz virtual që do të mendonin, do të ndihenin, do të përjetonin tani ashtu si që bëjmë ne. Por ja pyetja shqetësuese. A do të ishin këto qenie reale? A do të ishte tani i tyre, po aq i vërtet sa i yni? Përgjigjja sipas Carroll është po. Sepse nëse një simulim është i përsosur, nëse ndjek të njëjtat ligje fizike, nëse krijon të njëjtat modele të ndërgjegjes, atëherë nuk ka asnjë dallim fundamental midis realitetit dhe simulimit. Të dyja janë struktura matematikore që ekzistojnë në hapësirën abstrakte të të gjitha strukturave të mundshme matematikore. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çfarë na tregon kjo për natyrën e realitetit tonë? A jemi ne vetë në një simulim? A është universi ynë thjesht një strukturë matematikore që ekziston në një hapësirë më të madhe të mundësive? Kjo ide quhet hipoteza e universit matematikor dhe u propozua nga kozmologu Max Tegmark në vitin 2004. Tegmark argumenton se universi nuk është thjesht i përshkruar në matematika. Ai është matematik. Çdo strukturë matematikore që është e qëndrueshme dhe e plot ekziston si një univers. Dhe ne jemi thjesht banor të një prej këtyre strukturave, duke përjetuar atë nga brenda. Tani, është një veti e kësaj strukture. Një mënyrë se si informacioni është i organizuar në këtë univers të veçantë matematikor. Por le të testojmë këtë ide me një eksperiment real. Në vitin 2021, fizikanët në Universitetin e Oxfordit kryen një eksperiment ku simuluan një version të thjeshtuar të një sistemi kuantik në një kompjuter kuantik. Ata zbuluan se sistemi i simuluar si lej saktësisht si sistemi real.
nuk kishte asnjë mënyrë të dallonit simulimin nga realiteti. Grimkat virtuale në simulim ndiqnin të njëjtat ligje kuantike, krijonin të njëjtat modele interferencë, tregonin të njëjtën ndërthurje kuantike, ishin në çdo kuptim të matshëm reale. Kjo na çon në një realizim të tmerrshëm. Nëse një simulim i përsosur është i pandashëm nga realiteti, atëherë sa simulime ekzistojnë? Nëse çdo qytetërim i avancuar në univers mund të krijojë simulime dhe çdo simulim mund të përmbajë qytetërime që krijojnë simulime të tyre, atëherë numri i universive të simuluara do të ishte shumë më i madh se numri i universive reale. Kjo do të thotë se është statistikisht shumë më e mundshme që ne të jemi në një simulim sesa në realitetin bazë. Kjo është arsyeja pse filozofi Nick Bostrom në vitin 2003 propozoi argumentin e simulimit. Ose qytetërimet e avancuara shkatërrohen përpara se të arrijnë aftësinë për të krijuar simulime, ose ato zgjedhin të mos krijojnë simulime, ose ne jemi pothuajse me siguri në një simulim. Nuk ka opsion të katërt. Dhe nëse jemi në një simulim, atëherë tani është thjesht një gjendje e një programi kompjuterik që po ekzekutohet diku në një realitet më të lartë. Por ja ku bëhet vërtet e çmendur. Edhe nëse nuk jemi në një simulim, edhe nëse universi ynë është realiteti bazë, tani është ende një lloj simulimi. Sepse truri juaj është një makinë që simulon realitetin. Ai merr sinjale të papërpunuara nga shqisat, i përpunon ato dhe krijon një model të brendshëm të botës. Dhe ky model është ajo që ju përjetoni si realitet. Ju nuk po shihni botën ashtu siç është. Ju po shihni simulimin e trurit tuaj për botën. Kjo u demonstrua në mënyrë dramatike në vitin 2016 nga neuroskencisti Anil Seth në Universitetin e Sussex. Ai përdori inteligjencën artificiale për të analizuar se si truri përpunon informacionin vizual. Zbulimi ishte shokues. Vetëm 20% e informacionit që truri përdor për të krijuar përvojën tuaj vizuale vjen nga syt. 80% vjen nga kujtesa, nga pritjet, nga modeli i brendshëm i trurit për atë që duhet të jetë atje. Ju nuk po shihni botën. Ju po shihoni parashikimin e trurit tuaj për botën, të korrigjuar lehtë nga sinjalet që vijnë nga syt. Kjo do të thotë se çdo gjë që përjetoni, çdo ngjyrë që shihni, çdo tingull që dëgjoni, çdo prekje që ndjeni, është një krijim i trurit tuaj. Është një simulim, dhe ky simulim ka një vonesë. Siç diskutuam më parë, truri juaj duhen 80 milisekonda për të përpunuar informacionin dhe për të krijuar një përvojë të ndërgjegjshme. Por tani, le të shkojmë më thellë. Çfarë po ndodh gjatë këtyre 80 milisekondave? Në vitin 2019, neuroskencisti Haquan Lau në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles zbuloi se gjatë këtyre 80 milisekondave, truri juaj po bën diçka të jashtëzakonshme. Ai po parashikon të ardhmen. Ai po merr sinjalet e tanishme, po i kombinon me kujtesat të së kaluarës dhe po krijon një model për atë që ka më shumë gjasa të ndodh në disa milisekonda të ardhshme. Dhe ky model është ajo që ju përjetoni si tani. Ju nuk jeni duke jetuar në të tashmen. Ju nuk jeni as duke jetuar në të kaluarën e afërt. Ju jeni duke jetuar në një parashikim të së ardhmes së afërt që truri juaj e ka krijuar bazuar në të kaluarën. Kjo shpjegon pse jeni aq të mirë në kapjen e objekteve që po lvizin. Kur dikush ju hedh një top, truri juaj nuk po reagon ndaj pozicionit aktual të topit. Ai po parashikon se ku do të jetë topi kur dora juaj të arrijë atje. Ai po llogarit trajektoren, po merr parasysh shpejtësinë e lvizjes së dorës suaj dhe po ju vendos në pozicionin e duhur për ta kapur. Ju nuk jeni duke kapur topin ku është. Ju jeni duke kapur topin ku do të jetë. Truri juaj po jeton në të ardhmen. Por kjo ngre një paradoks të çuditshëm. Nëse truri juaj po parashikon të ardhmen dhe ju po përjetoni këtë parashikim si tani, atëherë çfarë ndodh kur parashikimi është i gabuar? Çfarë ndodh kur realiteti nuk përputhet me atë që truri juaj priste? Përgjigjja është se truri juaj përjeton një gabim parashikimi, një disonancë midis asaj që priste dhe asaj që ndodhi. Dhe ky gabim parashikimi është ajo që krijon ndjesinë e befasisë, ndjesinë se diçka e papritur sapo ndodhi.
Në vitin 2015, neuroskiencisti Carl Friston në University College London propozoi një teori revolucionare të trurit të quajtur parimi i energjisë së lirë. Sipas kësaj teorie, qëllimi kryesor i trurit nuk është të përfaqësojë realitetin me saktësi, është të minimizojë gabimet e parashikimit. Truri juaj po përpiqet vazhdimisht të krijojë një model të botës që minimizon befasinë, që bën realitetin sa më të parashikueshëm. Dhe tani që ju përjetoni, është rezultati këtij procesi, optimizimi. Kjo do të thotë se tani juaj nuk është një pasqyrim pasiv i realitetit, është një hipotezë aktive, një parashikim që truri juaj po e teston vazhdimisht kundër sinjaleve që vijnë nga mjedisi. Dhe kur sinjalet përputhen me parashikimin, truri juaj ndihet i qetë, i sigurt. Por kur nuk përputhen, truri juaj duhet të përditësojë modelin e tij, të rishikojë parashikimin e tij, krijojë një tani të ri që përfshin informacionin e ri. Por le të shkojmë edhe më thellë në natyrën e këtij parashikimi, sepse ka diçka të çuditshme që ndodh kur truri juaj po parashikon të ardhmen. Ai po krijon një ndjenjë të agjencisë, një ndjenjë se ju jeni duke kontrolluar veprimet tuaja. Kur vendosni të lëvizni dorën, truri juaj parashikon se si do të ndihet kjo lëvizje, çfarë sinjalesh do të vinë nga muskujt dhe nyjat, dhe kur këto sinjale arrin, truri juaj i krahazon me parashikimin. Nëse përputhen, ju përjetoni lëvizjen si të vetën tuaj, si diçka që ju e kontrolluat. Por nëse nuk përputhen, ju përjetoni lëvizjen si të huaj, si diçka që ju ndodhi. Kjo u demonstrua në një eksperiment të famshëm në vitin 2003 nga neuroskiencisti Patrick Haggard në University College London. Ai përdori stimulim magnetik transkranial për të shkaktuar lëvizje të pavetëdijshme të gishtit të vullnetarët. Kur lëvizja ishte e vogël dhe e ngjashme me lëvizjet e tyre vullnetare, vullnetarët mendonin se e kishin kontrolluar atë. Truri i tyre kishte krijuar një parashikim që përputhej me lëvizjen dhe kështu e përjetonin atë si të vetën. Por kur lëvizja ishte e madhe ose e papritur, ata e përjetonin atë si të imponuar nga jashtë. Kjo do të thotë se ndjesin tuaj të agjencisë, ndjesin se ju jeni duke kontrolluar veprimet tuaja, është gjithashtu një konstrukt i trurit. Nuk është një fakt objektiv për botën, është një interpretim që truri juaj bën, bazuar në sa mirë veprimet tuaja përputhen me parashikimet e tij. Dhe kjo interpretim mund të jetë e gabuar. Ju mund të përjetoni kontroll mbi veprime që në realitet janë të shkaktuara nga procese të pavetëdijshme në trurin tuaj. Ose ju mund të mos përjetoni kontroll mbi veprime që në realitet ju i keni filluar. Kjo na kthehet te eksperimenti i Benjamin Libet që diskutuam në fillim. Kur Libet zbuloi se truri fillon të përgatis një lëvizje 350 milisekonda përpara se personi të ndërgjegjësohet për vendimin, ai nuk po tregonte se nuk kemi vullnet të lirë. Ai po tregonte se ndjesin ton të vendimit, ndjesin e tani kur vendosa, është një konstrukt i krijuar pas faktit. Truri juaj merr një vendim, ekzekuton atë dhe më pas krijon një narrativ që ju e vendosët atë. Tani i vendimit tuaj është një iluzion retrospektiv. Por kjo bëhet edhe më e komplikuar kur konsiderojmë se truri juaj nuk po krijon vetëm një tani të vetëm. Ai po krijon shumë tanish të mundshëm njëkohësisht dhe më pas po zgjedh njërin që ka më shumë gjasa. Në vitin 2017, neuroskiencisti Michael Graziano në Universitetin Princeton propozoi teorinë e skemës së vëmendjes. Truri juaj po krijon një model të thjeshtuar të proceseve të tij të brendshme, një skem që përshkruan se ku është e fokusuar vëmendja juaj dhe çfarë po përjetoni. Dhe kjo skem është ajo që ju përjetoni si ndërgjegje, si tani juaj. Por ja ç'është e interesante, kjo skem nuk është e saktë, është një thjeshtim, një përshkrim i parafort i proceseve shumë më komplekse që po ndodhin në trurin tuaj. Është si një hartë e një qyteti. Ajo ju tregon informacionin kryesor që ju nevojitet për të lundruar, por ajo nuk tregon çdo detaj të qytetit. Në mënyrë të ngjashme, ndërgjegja juaj, tani juaj, është një hartë e thjeshtuar e gjendjes së trurit tuaj. Ajo ju tregon atë që ju nevojitet të dini për të vepruar, por ajo nuk tregon të gjithë kompleksitetin e proceseve që po ndodhin. Kjo shpjegon pse kaq shumë nga ajo që bën truri juaj është e pavetëdijshme. Ju nuk jeni të vetëdijshëm për shumicën e proceseve që po ndodhin në trurin tuaj.
Ju nuk e ndjeni se si neuronët po shkreptisin, se si neurotransmetuesit po lirohen, se si sinjalet po përhapen përmes rrjeteve neuronale. Ju përjetoni vetëm rezultatin përfundimtar, tani e thjeshtuar që truri juaj ka krijuar për ju. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë po ndodh në nivelin e neuronëve individual kur ju përjetoni tani? Në vitin 2008, neuroskenqtisti Christoph Koch dhe kolegët e tij zbuluan se ka neuron specifik në trurin njerëzor që shkreptisin vetëm kur personi është i vetëdijshëm për një stimul. Këta neuron, të quajtur neuron të ndërgjegjes, janë të vendosur në shtresat e thella të korteksit dhe ata duket se luajnë një rol kyç në krijimin e përvojës së ndërgjegjshme. Por ja çështja e çuditshme, këta neuron nuk shkreptisin në të njëjtën kohë. Ka një vonesë prej disa dhjetra milisekondash, midis momentit kur një stimul arrin në tru dhe momentit kur neuronët e ndërgjegjes fillojnë të shkreptisin. Dhe gjatë kësaj vonese, informacioni po përpunohet nga shumë rajone të tjera të trurit, po kombinohet me kujtesa, po integrohet me kontekstin. Vetëm pasi i gjithë ky përpunim është bërë, neuronët e ndërgjegjes shkreptisin dhe ju bëheni të vetëdijshëm për stimulin. Kjo do të thotë se tani juaj nuk është momenti kur stimuli arrin në trurin tuaj. Nuk është as momenti kur neuronët e parë fillojnë të përpunojnë stimulin. Është momenti kur të gjithë ky përpunim është përfunduar dhe neuronët e ndërgjegjes shkreptisin. Dhe ky moment është 10 milisekonda pas faktit. Tani juaj është një produkt i vonuar i një procesi kompleks përpunimi. Por kjo ngre një pyetje të çuditshme. Nëse tani juaj është i vonuar, si arrini të veproni në kohë reale? Si arrini të kapni një top që po lëviz me shpejtësi të lartë? Si arrini të drejtoni një makinë në trafik? Si arrini të bëni një bisedë pa vonesa të dukshme? Përgjigja është se truri juaj po kompenson vonesën duke parashikuar të ardhmen. Ai po përdor informacionin e tanishëm për të krijuar një model të asaj që do të ndodhë në disa dhjetra milisekonda dhe po ju paraqet këtë model si tani. Ju nuk jeni duke vepruar bazuar në të tashmen. Ju jeni duke vepruar bazuar në një parashikim të së ardhmes së afërt. Kjo është arsyeja pse kur dikush ju hedh një top, ju e kapni atë. Truri juaj ka parashikuar se ku do të jetë topi kur dora juaj të arrijë atje dhe ju ka vendosur në pozicionin e duhur. Ju nuk jeni duke reaguar ndaj pozicionit aktual të topit. Ju jeni duke reaguar ndaj një parashikimi që truri juaj e ka bërë 10 milisekonda më parë. Dhe ky parashikim është aq i saktë sa që krijon iluzionin se ju jeni duke vepruar në kohë reale. Por çfarë ndodh kur parashikimi është i gabuar? Çfarë ndodh kur realiteti nuk përputhet me atë që truri juaj priste? Kjo është ku gjërat bëhen vërtet interesante. Sepse kur ka një mospërputhje midis parashikimit dhe realitetit, truri juaj duhet të vendos. A duhet të përditësoj modelin e tij të botës, apo a duhet të injorojë sinjalet që nuk përputhen? Dhe vendimi që merr varet nga sa i fortë është parashikimi dhe sa të forta janë sinjalet. Në vitin 2020, neuroskenstisti Andy Clark në Universitetin e Sussex propozoi se truri juaj është një makinë parashikimi që po përpiqet vazhdimisht të balancojë midis dy forcave: prioret, parashikimet bazuar në përvojën e kaluar, dhe likelihoodit, sinjalet që vijnë nga mjedisi. Kur prioret janë të forta dhe sinjalet janë të dobta, truri juaj i injoron sinjalet dhe vazhdon me parashikimin e tij. Por kur sinjalet janë të forta dhe prioret janë të dobta, truri juaj përditëson modelin e tij. Kjo shpjegon shumë fenomene të çuditshme të perceptimit. Kjo shpjegon pse shihni iluzione optike. Truri juaj ka një parashikim të fortë për atë që duhet të jetë atje, dhe ai e imponon këtë parashikim mbi sinjalet që vijnë nga syt. Kjo shpjegon pse njerëzit me skizofreni dëgjojnë zëra. Truri i tyre ka parashikime të çrregulluara që nuk përputhen me realitetin, por ata i përjetojnë këto parashikime si reale. Kjo shpjegon pse njerëzit në meditim të thellë raportojnë një humbje të ndjesin së unë dhe tani. Ata kanë ullur forcën e prioreve të tyre, duke lejuar sinjalet e pastra të hyjnë pa filtër. Por le të shkojmë edhe më thellë në natyrën e këtyre parashikimeve, sepse ka diçka fundamentale që duhet të kuptojmë. Parashikimet e trurit tuaj nuk janë thjesht për ngjarjet e jashtme.
Ato janë gjithashtu për gjendjen e brendshme të trupit tuaj. Truri juaj po parashikon vazhdimisht se si do të ndihet trupi juaj, çfarë sinjalesh do të vinë nga organet e brendshme, çfarë emocionesh do të përjetoni. Dhe këto parashikime krijojnë atë që neuroscientistët e quajnë interoception, ndjesin tuaj të gjendjes së brendshme të trupit. Në vitin 2018, neuroscientistja Lisa Feldman Barrett në Universitetin Northeastern propozoi teorinë e emocioneve të konstruktuara. Emocionet tuaja nuk janë reakcione automatike ndaj ngjarjeve të jashtme. Ato janë konstrukte që truri juaj i krijon duke kombinuar sinjale nga trupi me koncepte të mësuara për atë që duhet të ndjeni në një situatë të caktuar. Kur zemra juaj po rreh shpejt, truri juaj duhet të interpretojë këtë sinjal. A është frikë? A është eksitim? A është dashuri? Përgjigja varet nga konteksti, nga kujtesa juaj, nga konceptet që keni mësuar për emocionet. Kjo do të thotë se edhe emocionet tuaja, ndjesin tuaj të brendshme, janë konstrukte të krijuara nga truri juaj. Ato nuk janë pasqyrime të drejta të gjendjes së trupit tuaj. Ato janë interpretime, parashikime, histori që truri juaj po ju tregon për atë që po ndodh brenda jush. Dhe këto histori janë pjesë e tani tuaj, pjesë e përvojës suaj të momentit të tanishëm. Por kjo na çon në një realizim edhe më të thellë. Nëse truri juaj po krijon vazhdimisht parashikime për botën e jashtme dhe gjendjen e brendshme, nëse po integron këto parashikime në një përvojë të vetme të tani, atëherë çfarë ndodh kur këto parashikime bien ndesh? Çfarë ndodh kur parashikimi juaj për botën e jashtme nuk përputhet me parashikimin tuaj për gjendjen e brendshme? Kjo është ku shfaqet ankthi. Ankthi është një gjendje ku truri juaj po parashikon një kërcënim në të ardhmen, por nuk ka sinjale të qarta nga mjedisi që konfirmojnë këtë kërcënim. Ka një mospërputhje midis parashikimit të brendshëm, diçka e keqe do të ndodh, dhe sinjaleve të jashtme, gjithçka duket normale. Dhe kjo mospërputhje krijon një ndjenjë të pakëndshme të pasigurisë, një ndjenjë se tani nuk është i qëndrueshëm, se diçka është gabim. Në vitin 2015, neuroscientisti Judson Brewer në Universitetin Brown zbuloi se meditimi mund të reduktojë ankthën duke ulur aktivitetin në rrjetin e modalitetit të paraqaktuar, pjesa e trurit që krijon narrativa për të kaluarën dhe të ardhmen. Kur ky rrjet është më pak aktiv, truri juaj bën më pak parashikime për të ardhmen, dhe kështu ka më pak mundësi për mospërputhje midis parashikimeve dhe realitetit. Ju përjetoni një tani më të qetë, më të qëndrueshëm, më pak të mbushur me ankth për atë që mund të ndodh. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë po ndodh në nivelin e qelizave nervore kur truri juaj po bën këto parashikime? Në vitin 2022, neuroscientistët në Institutin Teknologjik të Massachusettit zbuluan se neuronët në korteksin prefrontal po koduajnë jo vetëm informacionin e tanishëm, por gjithashtu informacionin për të ardhmen e mundshme. Këta neuron po shkreptisin në modele që përfaqësojnë skenar të ndryshëm të asaj që mund të ndodh, dhe truri po zgjedh skenarin që ka më shumë gjasa, bazuar në përvojën e kaluar. Kjo do të thotë se në çdo moment truri juaj po simulon të ardhmen e mundshme. Ai po krijuar versione të shumta të tani të ardhshëm dhe po zgjedh njërin që ka më shumë gjasa. Dhe ky proces i simulimit është ajo që ju përjetoni si mendim, si planifikim, si imagjinat. Ju nuk jeni thjesht duke jetuar në tani. Ju jeni duke jetuar në një hapësirë të tanish të mundshëm, duke zgjedhur vazhdimisht se cilin prej tyre të realizoni. Por ja ku bëhet vërtet e mahnitshme. Ky proces i simulimit nuk është i kufizuar në të ardhmen e afërt. Truri juaj mund të simulojë të ardhmen e largët, mund të imagjinojë skenar që janë vite larg, dhe kur e bën këtë, ai po krijon një tani imagjinar, një moment që nuk ekziston ende, por që ndihet real në trurin tuaj. Kjo është arsyeja pse mund të ndjeni emocione të forta kur mendoni për të ardhmen. Truri juaj po simulon atë tani të ardhshëm me aq detaje sa që po aktivizon të njëjtat rajone që do të aktivizoheshin nëse do të ishit vërtet në atë moment.
Kjo u demonstrua në një eksperiment të famshëm në vitin 2007 nga neuroskencisti Daniel Schachter në Universitetin Harvard. Ai kërkoi nga vullnetarët të imagjinonin ngjarje të ardhshme, ndërsa trurët e tyre skanohen me rezonancë magnetike funksionale. Zbulimi ishte shokues. Të njëjtat rajone të trurit që aktivizohen kur kujtoni të kaluarën, aktivizohen gjithashtu kur imagjinoni të ardhmen. Truri juaj po përdor të njëjtin sistem për të krijuar tani të së kaluarës dhe tani të së ardhmes. Të dyja janë simulime, konstrukte të krijuara nga truri juaj. Kjo na çon në një realizim të thellë. Kujtesa juaj për të kaluarën dhe imagjinata juaj për të ardhmen janë të dyja lloje të njëjtit proces. Të dyja janë simulime të tanish që nuk janë të pranishëm. Dhe të dyja janë po aq reale në trurin tuaj sa tani aktual që po përjetoni. Kjo është arsyeja pse kujtesa mund të jetë aq e gjallë, aq emocionale. Kjo është arsyeja pse mund të ndjeni nostalgjin për një të kaluar që ndoshta nuk ndodhi kurrë ashtu siç e kujtoni. Truri juaj po rikrijuar atë tani të kaluar dhe po e përjeton atë si real. Por kjo ngre një pyetje shqetësuese. Nëse kujtesa juaj është një simulim, nëse truri juaj po rikrijuan të kaluarën çdo herë që e kujtoni, atëherë sa e besueshme është kujtesa juaj? Përgjigja, sipas dekadave të kërkimit në psikologjinë e kujtesës, është jo shumë. Kujtesa juaj nuk është si një regjistrim video që mund ta rishikoni me saktësi. Është si një histori që rishkruhet çdo herë që e tregoni. Çdo herë që kujtoni një ngjarje, truri juaj e rikonstrukton atë nga copëza informacioni dhe në këtë proces ai mund të shtojë detaje të reja, të heqë detaje të vjetra, të ndryshojë rendin e ngjarjeve. Në vitin 1974, psikologja Elizabeth Loftus në Universitetin e Washingtonit demonstroi se është e lehtë të implantosh kujtesa të rreme në njerëz. Në një eksperiment të famshëm, ajo u tregoi pjesëmarrësve një video të një aksidenti makine dhe më pas u bëri pyetje që përmbajnë informacion të rrem. Për shembull, ajo pyeti: sa shpejt po shkonte makina kur goditi shenjën e ndalimit? Edhe pse në video nuk kishte asnjë shenjë ndalimi. Më vonë, shumë pjesëmarrës kujtuan se kishin parë një shenjë ndalimi në video. Truri i tyre kishte integruar informacionin e rrem në kujtesën e tyre dhe e kishte bërë atë pjesë të tani të kaluar që ata kujtuan. Kjo do të thotë se tani i kaluar që ju kujtoni mund të mos jetë tani që ju përjetuat në atë moment. Është një rikonstruktim, një simulim i krijuar nga truri juaj, bazuar në copëza informacioni dhe ndikuar nga gjithçka që ka ndodhur që atëherë. Çdo kujtesë që keni formuar pas asaj ngjarje, çdo histori që keni dëgjuar, çdo emocioni që keni ndjerë, të gjitha këto mund të kenë ndryshuar kujtesën tuaj të asaj ngjarje. Po le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim: nëse kujtesa juaj është aq e paqëndrueshme, nëse tani i kaluar po ndryshohet vazhdimisht, atëherë çfarë do të thotë kjo për identitetin tuaj? Kush jeni ju nëse kujtesa juaj për të kaluarën nuk është e besueshme? Nëse historia që tregoni për veten tuaj është një konstrukt i ndryshuar vazhdimisht? Kjo është një nga pyetjet më të thella në filozofinë e mendjes. Filozofi Derek Parfit në librin e tij Arsyet dhe personat të vitit 1984 argumentoi se identiteti personal nuk është një fakt i thjesht, objektiv. Është një koncept kompleks që varet nga vazhdimësia psikologjike, nga lidhjet shkaksore midis gjendjes mendore në momente të ndryshme. Dhe nëse këto lidhje janë të dobta ose të ndërprera, atëherë në çfarë kuptimi jeni ju i njëjti person që ishit 10 vjet më parë? Truri juaj ka ndryshuar, kujtesa juaj ka ndryshuar, besimet tuaja, dëshirat tuaja, personaliteti juaj, të gjitha kanë ndryshuar. Grimcat që përbëjnë trupin tuaj janë zëvendësuar shumë herë. Në çfarë kuptimi jeni ju ende ju? Përgjigja, sipas Parfit, është se identiteti personal është një iluzion i dobishëm, një mënyrë e thjeshtuar e të menduarit për vazhdimsinë psikologjike. Por në realitet nuk ka një ju të vetëm, të qëndrueshëm, që ekziston përmes kohës. Ka vetëm një seri gjendjes mendore të lidhura shkaksisht, secila duke përjetuar tani e vet. Kjo na kthehet te modeli i bllokut të universit që diskutuam më parë.
Nëse të gjitha momentet e jetës suaj ekzistojnë njëkohësisht në blokun e universit, atëherë të gjitha versionet e jush ekzistojnë njëkohësisht. Ju në moshën 5 vjeç, ju në moshën 20 vjeç, ju në moshën 50 vjeç, të gjitha këto versione janë po aq reale. Ato janë thjesht në vende të ndryshme në hapësirë kohë, dhe asnjë prej tyre nuk është më ju se tjetri. Të gjitha janë pjesë të së njëjtës vale që shtrihet përmes kohës. Por kjo ngre një pyetje përfundimtare. Nëse të gjitha versionet e jush ekzistojnë njëkohësisht, nëse nuk ka një tani universal, nëse koha nuk rrjedh, por thjesht është, atëherë çfarë do të thotë të marrësh një vendim? Çfarë do të thotë të zgjedhësh një rrugë mbi një tjetër? Nëse të gjitha zgjedhjet e mundshme tashmë ekzistojnë në degë të ndryshme të universit, atëherë në çfarë kuptimi jeni duke zgjedhur? Kjo është ku interpretimi i shumë botëve të mekanikës kuantike bëhet vërtet i çuditshëm. Sipas këtij interpretimi, çdo herë që bëni një zgjedhje, universi ndahet në degë të shumta, secila me një rezultat të ndryshëm. Në një degë ju zgjodhët të lexoni këtë tekst, në një degë tjetër ju zgjodhët të bënit diçka tjetër. Dhe të dyja degët janë po aq reale. Të dyja versionet e jush po përjetojnë tani e tyre, duke menduar se ata bën një zgjedhje. Por ja çështja interesante. Nga pikpamja e jush në këtë degë, duket sikur bët një zgjedhje. Duket sikur kishit kontroll mbi atë që ndodhi. Dhe në një kuptim e kishit, sepse versioni i jush që po lexon këtë tekst është rezultati një zinshiri shkaksor që përfshin vendimet tuaja, besimet tuaja, dëshirat tuaja. Ju jeni autori i kësaj historie, edhe nëse ka versione të tjera të jush në degë të tjera që janë autor të historive të tjera. Kjo na çon në një realizim të fundit, të thellë. Tani, juaj, nuk është vetëm një moment në kohë. Është një pikë në një rrjet të pafund mundësish, një vend ku të gjitha historiet e mundshme të jush kryqëzohen. Dhe çdo vendim që merrni, çdo veprim që kryeni, po zgjedh se cilën degë të këtij rrjeti do të ndiqni. Ju nuk jeni duke jetuar në një tani të vetëm. Ju jeni duke lundruar përmes një peizazhi të tanish të mundshëm, duke krijuar rrugën tuaj ndërsa ecni. Dhe kjo, në fund, është e vërteta për tani. Nuk është një moment objektiv, universal, që ekziston pavarësisht nga ju. Është një konstrukt subjektiv, një pikë në një rrjet të pafund mundësish, një simulim i krijuar nga truri juaj për t'ju dhënë ndjesinë e vazhdimësisë dhe kontrollit. Është një iluzion, por një iluzion i dobishëm, një iluzion që ju lejon të veproni, të zgjidhni, të jetoni. Dhe ndoshta kjo është gjoja më e mahniqme e të gjithave. Se edhe pse tani është një iluzion, ai është iluzion që na bën njerëzor. Është iluzion që na lejon të kemi kujtesa, të bëjmë plane, të ndiejmë emocione, të krijojmë kuptim. Pa këtë iluzion, do të ishim thjesht grimca që ndjekin ligjet e fizikës, pa asnjë përvojë të brendshme, pa asnjë ndjenjë të unë që ekziston në një moment të caktuar. Pra ndoshta pyetja e vërtet nuk është nëse tani ekziston, por pse ekziston. Pse universi ka krijuar qenie që përjetojnë iluzionin e tani? Pse ka ndërgjegje, përvojë subjektive, ndjenjë të momentit të tanishëm? Këto janë pyetje që shkenca ende nuk mund t'i përgjigjet plotësisht. Por ajo që mund të themi është se tani, juaj, iluzion apo jo, është pjesa më e çmuar e ekzistencës suaj. Është vendi ku ju jetoni, ku ju përjetoni, ku ju jeni. Në vitin 2024, një ekip fizikanësh në Universitetin e Gjenevës kreu një eksperiment që do të shkatërronte çdo gjë që menduam se e dinim për marrëdhënien midis vëzhguesit dhe realitetit. Ata morën 2 fotone të ndërthurur kuantikisht dhe i dërguan në drejtime të kundërta me shpejtësi afër shpejtësisë së dritës. Më pas matën njërin foton. Dhe në atë moment, fotoni tjetër, që ishte tashmë 20 kilometra larg, ndryshoi gjendjen e tij menjëherë, jo pas 20 milisekondave, jo pas 20 mikrosekondave, menjëherë. Sikur distanca midis tyre nuk ekzistonte, sikur tani i njërit foton dhe tani i tjetrit ishin i njëjti moment, edhe pse ishin në vende krejtësisht të ndryshme në hapësirë. Kjo nuk ishte një gabim eksperimental.
Kjo ishte një demonstrim i një parimi fundamental të mekanikës kuantike që Einstein e quajti veprimi frikshëm në distancë. Por ja e vërteta që Einstein nuk donte ta pranonte. Ky veprim nuk po ndodhte në distancë. Ai po ndodhte jashtë hapësirës dhe kohës. Dy fotonet nuk ishin dy objekte të ndara që komunikonin përmes hapësirës. Ata ishin një sistem i vetëm, i pandashëm, që ekzistonte në një gjendje të vetme kuantike. Dhe kur matni njërin, ju nuk po ndikoni në tjetrin. Ju po zbuloni një të vërtet që tashmë ekzistonte për të dyja njëkohësisht. Çfarë do të thotë kjo për tani? Do të thotë se në nivelin më fundamental të realitetit nuk ka këtu dhe atje të ndara. Nuk ka tani të ndara për objekte të ndryshme. Ka vetëm një rrjet i pandashëm ndërlidhjesh, një strukturë e vetme ku çdo pjesë përmban informacion për të tërën. Ju nuk jeni një vëzhgues i ndara që shikon botën nga jashtë. Ju jeni një pjesë e kësaj strukture, e ndërthurur me çdo gjë tjetër në univers. Por le të testojmë këtë ide në kufirin e saj absolut. Le të pyesim. Nëse ju jeni të ndërthurur me gjithçka në univers, atëherë ku përfundon ju dhe ku fillon bota? Ku është kufiri midis vëzhguesit dhe asaj që vëzhgohet? Përgjigja, sipas fizikës kuantike, është se nuk ka kufir. Kufiri është një iluzion i krijuar nga truri juaj për t'ju dhënë ndjesinë e një unë të ndara. Në vitin 2019, fizikani teorik Carlo Rovelli publikoi një artikull që propozoi një ide radikale. Realiteti nuk ekziston në mënyrë absolute. Ai ekziston vetëm në lidhje me vëzhguesin. Kur matni një grincë, ju nuk po zbuloni një veti që grinca kishte pavarësisht nga ju. Ju po krijoni një marrëdhënie midis jush dhe grincës. Dhe kjo marrëdhënie është ajo që quajmë realitet. Nuk ka një realitet objektiv që ekziston pavarësisht nga vëzhguesit. Ka vetëm një rrjet marrëdhëniesh midis sistemeve që ndërveprojnë. Kjo quhet interpretimi relacional i mekanikës kuantike. Dhe nëse është e vërtet, atëherë tani juaj nuk është një moment objektiv që ekziston pavarësisht nga ju. Është një marrëdhënie midis jush dhe pjesës tjetër të universit. Është mënyra se si ju, si sistem fizik, po ndërveproni me sistemet e tjera në këtë moment. Dhe kjo marrëdhënie është unike për ju. Askush tjetër në univers nuk po përjeton saktësisht të njëjtin tani që ju po përjetoni tani. Por ja ku bëhet vërtet e mahnitshme. Nëse tani është një marrëdhënie, atëherë ai nuk ekziston vetëm në një moment të vetëm. Ai është i shtrirë përmes kohës, ashtu si çdo marrëdhënie. Kur takoni dikë për herë të parë, marrëdhënia juaj me atë person nuk ekziston vetëm në momentin e takimit. Ajo shtrihet përmes të gjithë kohës që kaloni së bashku, përmes të gjitha bisedave, të gjitha përvojave të përbashkëta. Në mënyrë të ngjashme, tani juaj nuk është një pikë vetme në kohë. Është një marrëdhënie e shtrirë që përfshin të kaluarën tuaj, të tashmen tuaj dhe të ardhmen tuaj. Kjo na çon në një realizim që do të ndryshojë çdo gjë. Ju nuk jeni duke jetuar në një moment të vetëm. Ju jeni duke jetuar në një marrëdhënie të shtrirë me universin që përfshin të gjithë jetën tuaj. Çdo kujtesë që keni, çdo plan që bëni, çdo përvojë që përjetoni, të gjitha janë pjesë të kësaj marrëdhënie. Të gjitha janë pjesë të tani tuaj të zgjeruar. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim. Nëse tani është një marrëdhënie e shtrirë, atëherë çfarë po ndodh në kufijtë e kësaj marrëdhënie? Çfarë po ndodh në momentin e lindjes suaj dhe në momentin e vdekjes suaj? A janë këto momente kufij real apo janë thjesht pika arbitrare në një marrëdhënie të vazhdueshme? Në vitin 2015, fizikani teorik Sean Carroll propozoi një ide që quhet emergjenca e kohës nga pakohësia. Sipas kësaj ideje, në nivelin më fundamental, universi nuk ka kohë. Është një strukturë statike e pandryshueshme, ku të gjitha gjendjet ekzistojnë njëkohësisht. Por kur zmadhoni dhe shikoni pjesë të vogla të kësaj strukture, shfaqet diçka e re. Një sekuencë, një rend, një underscore quote underscore 36 të dyta underscore shigjet kohe underscore quote underscore 36 të treta underscore që tregon nga e kaluara drejt së ardhmes. Kjo shigjet nuk është një veti fundamentale e universit.
është një veti emergjente që shfaqet kur sistemet komplekse ndërveprojnë. Dhe ja që është e mahniqme. Ju jeni një prej këtyre sistemeve komplekse. Truri juaj është një makinë që krijon shigjetën e kohës. Ai merr informacion nga mjedisi, e përpunon atë në një sekuencë dhe krijon iluzionin e një rrjedhe nga e kaluara drejt së ardhmes. Por në realitet, të gjitha momentet e jetës suaj ekzistojnë njëkohësisht në strukturën pakohësore të universit. Lindja juaj dhe vdekja juaj janë thjesht dy pika në këtë strukturë, jo fillimi dhe fundi i një udhëtimi. Por kjo ngre një pyetje shqetësuese. Nëse lindja dhe vdekja janë thjesht pika në një strukturë pakohësore, atëherë çfarë do të thotë të vdesësh? Çfarë ndodh me ndërgjegjen tuaj kur truri juaj ndalon së funksionuari? A zhduket ajo? Apo vazhdon të ekzistojë në një formë tjetër? Këtu duhet të jem absolutisht i qartë. Shkenca nuk ka asnjë provë për jetën pas vdekjes. Çdo gjë që e dim për ndërgjegjen tregon se ajo është një produkt i proceseve fizike në tru. Kur truri ndalon së funksionuari, këto procese ndalojnë dhe ndërgjegja shuhet. Kjo është e vërteta e vështirë, e pakëndshme që shkenca na tregon. Por ja ku bëhet interesante. Edhe pse ndërgjegja juaj shuhet në momentin e vdekjes, momenti i vdekjes nuk është fundi i ekzistencës suaj në blokun e universit. Sepse, siç diskutuam më parë, të gjitha momentet e jetës suaj ekzistojnë njëkohësisht në strukturën 4-dimensionale të hapësirë kohës. Versioni i juve që po lexon këto fjalë tani do të ekzistojë përgjithmonë në këtë moment. Ai nuk do të zhduket kurrë. Ai është një pjesë e përhershme e strukturës së universit. Kjo nuk është ngushëllim i madh nëse jeni duke kërkuar pavdekësi në kuptimin tradicional. Ju ende do të vdisni. Ndërgjegja juaj ende do të shuhet. Por ka diçka të thellë këtu që ja vlen të kuptohet. Çdo moment i lumturisë që keni përjetuar, çdo moment i dashurisë, çdo moment i bukurisë, ekziston përgjithmonë diku në blokun e universit. Ato nuk janë thjesht kujtesa që do të zhduken kur të vdisni. Ato janë ngjarje reale që vazhdojnë të ekzistojnë përgjithmonë në vendin e tyre në hapësirë kohë. Por le të shkojmë edhe më thellë në këtë ide, sepse ka diçka që duhet të kuptojmë. Nëse të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht, atëherë në çfarë kuptimi mund të themi se një moment është më i mirë se një tjetër? Nëse një moment i lumturisë dhe një moment i vuajtjes ekzistojnë të dyja përgjithmonë në blokun e universit, atëherë çfarë do të thotë të zgjedhësh lumturinë mbi vuajtjen? Kjo është ku filozofia takohet me fizikën në mënyrën më të thellë. Sepse edhe pse të gjitha momentet ekzistojnë njëkohësisht në blokun e universit, ju po përjetoni vetëm një sekuencë të tyre. Ju po lëvizni përmes blokut duke përjetuar një moment pas tjetrit. Dhe brenda kësaj sekuence, zgjedhjet tuaja kanë rëndësi. Ato përcaktojnë se cilën rrugë do të ndiqni përmes blokut, se cilat momente do të përjetoni. Në vitin 2023, filozofi Tim Maudlin në Universitetin e New Yorkut propozoi një ide që quhet topologjia e kohës. Sipas kësaj ideje, koha nuk është një dimension i thjesht, linear. Është një strukturë komplekse me degëzime, me rrugë të shumta të mundshme. Dhe çdo zgjedhje që bëni, po zgjedh se cilën degë do të ndiqni. Ju nuk po krijoni të ardhmen. Ju po zbuloni se cila e ardhme është e juaja. Por ja që është e interesante, edhe pse ju nuk po krijoni të ardhmen, ju ende jeni duke zgjedhur. Sepse zgjedhja nuk është për të krijuar diçka që nuk ekziston. Zgjedhja është për të zbuluar se cili version i jush do të jetë ai që vazhdon. Në interpretimin e shumë botëve, çdo zgjedhje krijon një degëzim ku të gjitha rezultatet e mundshme ndodhin. Por nga pikpamja e jush, duket sikur bët një zgjedhje, sikur zgjodhet një rrugë mbi një tjetër. Dhe kjo zgjedhje ka rëndësi për versionin e jush që vazhdon në këtë degë. Kjo na çon në një realizim të fundit, të thellë për natyrën e përgjegjësisë morale. Nëse të gjitha zgjedhjet e mundshme ndodhin në degë të ndryshme të universit, atëherë në çfarë kuptimi jeni përgjegjës për zgjedhjet tuaja? Nëse ka një version të jush që zgjodhi të bëjë të mirën dhe një version që zgjodhi të bëjë të keqen,
Atëherë, në çfarë kuptimi mund të themi se njëri është më i mirë se tjetri? Përgjigjja është se përgjegjësia morale nuk ka të bëjë me krijimin e një të ardhmeje unike. Ka të bëjë me llojin e personit që jeni, me llojin e marrëdhënieve që krijoni, me llojin e gjurmëve që lini në bllokun e universit. Kur zgjidhni të bëni të mirën, ju nuk po parandaloni një version të keq të jush nga ekzistimi, por ju po krijoni një version të mirë të jush që do të ekzistojë përgjithmonë në bllokun e universit. Dhe ky version është ai që do të ketë marrëdhënie me njerëzit që doni, që do të krijojë kujtime të bukura, që do të lërë një gjurmë pozitive. Por le të kthehemi te pyetja jonë origjinale. Çfarë është tani? Pas të gjithë këtij udhëtimi përmes fizikës kuantike, teorisë së relativitetit, neuroshkencës dhe filozofisë, çfarë mund të themi me siguri për natyrën e momentit të tanishëm? Ja, e vërteta e plot, e pa kompromis. Tani nuk ekziston si një moment objektiv, universal, që të gjithë e ndajnë. Nuk ka një tani kozmik që shtrihet në të gjithë universin. Çdo vëzhgues ka tani e vet, dhe asnjë prej tyre nuk është më e vërtet se tjetra. Tani juaj është një konstrukt subjektiv, një marrëdhënie midis jush dhe pjesës tjetër të universit, një simulim i krijuar nga truri juaj për t'ju dhënë ndjesinë e vazhdimësisë dhe kontrollit. Por ja çështja e mahniqme. Edhe pse tani është një konstrukt subjektiv, ai është konstrukti më i rëndësishëm që keni, sepse tani është vendi ku ju jetoni. Është vendi ku ju përjetoni dashurinë, lumturinë, bukurinë. Është vendi ku ju bëni zgjedhje, ku ju krijoni kuptim, ku ju jeni ju. Pa tani, nuk do të kishte përvojë, nuk do të kishte ndërgjegje, nuk do të kishte jetë në kuptimin që e njohim. Pra ndoshta pyetja vërtet nuk është nëse tani ekziston, por si ta jetojmë atë. Si ta përjetojmë këtë moment, këtë marrëdhënie me universin në mënyrën më të plotë të mundshme. Dhe këtu shkenca na jep një përgjigje të habitshme, duke pranuar se tani është një iluzion. Kur kuptoni se tani që po përjetoni është një konstrukt i trurit tuaj, diçka e çuditshme ndodh. Ju filloni ta shihni atë për atë që është, një simulim, një model, një histori që truri juaj po ju a tregon. Dhe kur e shihni si histori, ju mund të filloni ta ndryshoni atë. Ju mund të filloni të vëzgoni se si truri juaj po krijon tani, se cilat parashikime po bën, se cilat kujtesa po përdor, se cilat emocione po gjeneron. Kjo është ajo që medituesit budist kanë bërë për mijëra vjet. Ata kanë mësuar të vëzgojnë procesin e krijimit të tani pa u identifikuar me të. Ata kanë mësuar të shohin mendimet e tyre si ngjarje që po ndodhin në trurin e tyre, jo si të vërteta absolute për realitetin. Dhe kur e bëjnë këtë, diçka e mahniqme ndodh. Vuajtja zvogëlohet. Sepse shumica e vuajtjes vjen nga lidhja me një tani të caktuar, nga dëshira që tani të jetë ndryshe nga ajo që është. Por ja ku bëhet vërtet interesante. Shkenca moderne po zbuluan se medituesit kishin të drejtë. Në vitin 2021, neuroskencistët në Universitetin e Harvardit zbuluan se meditimi i vazhdueshëm ndryshon strukturën fizike të trurit. Ai zvogëlon vëllimin e amigdalës, pjesa e trurit që përpunon frikën dhe anktin. Ai rrit vëllimin e korteksit prefrontal, pjesa e trurit që rregullon emocionet dhe krijon perspektivë. Ai forcon lidhjet midis rajoneve të trurit që janë të përfshira në vetdijen e momentit të tanishëm. Kjo do të thotë se ju mund ta trajnoni trurin tuaj të krijojë një tani të ndryshëm. Ju mund ta trajnoni atë të jetë më pak reaktiv ndaj kërcënimeve, më pak i lidhur me të kaluarën dhe të ardhmen, më i pranishëm në momentin aktual. Ju nuk po ndryshoni realitetin, ju po ndryshoni mënyrën se si truri juaj po simulon realitetin. Dhe kjo ndryshon çdo gjë për përvojën tuaj të jetës. Por le të jemi absolutisht të qartë për atë që po themi këtu. Unë nuk po sugjeroj se meditimi do t'ju bëjë të lumtur përgjithmonë. Unë nuk po sugjeroj se duke kuptuar natyrën e tani do të zgjidhni të gjitha problemet tuaja. Jeta është ende e vështirë, vuajtja është ende reale, vdekja është ende e pashmangshme. Por ajo që po sugjeroj është se kur kuptoni se tani është një konstrukt, ju fitoni një lloj lirie. Ju nuk jeni më robi tani që truri juaj po krijon. Ju mund ta vëzgoni atë, ta kuptoni atë dhe në një farmase
ta ndryshoni atë. Kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz që mësojnë për natyrën iluzore të tani raportojnë një ndjenjë çlirimi. Jo sepse problemet e tyre zhduken, por sepse marrëdhënia e tyre me problemet ndryshon. Ata fillojnë ta shohin vuajtjen e tyre si një model kalimtar i aktivitetit neural, jo si një të vërtet absolute për ekzistencën e tyre. Ata fillojnë ta shohin tani e tyre si një moment në një sekuencë të pafund momentesh, jo si gjithçka që janë. Por ja ku duhet të jem absolutisht i sinqert me ju. Unë e kuptoj nëse kjo ju duket e ftohtë, e largët, madje e frikshme. Idea se tani është një iluzion, se ju jeni duke jetuar në një simulim të krijuar nga truri juaj, se çdo moment i jetës suaj tashmë ekziston në një blok pakohësor të hapësirë-kohës, këto nuk janë ide ngushëlluese. Ato nuk ju bëjnë të ndjeheni të ngrohtë dhe të sigurt. Ato ju bëjnë të pyesni çdo gjë që mendonit se e dinit për realitetin. Dhe kjo është pikërisht pika. Shkenca nuk është këtu për t'ju ngushëlluar. Ajo është këtu për t'ju treguar të vërtetën, pavarësisht se sa e pakëndshme mund t'jetë, ajo e vërtet. Dhe e vërteta për tani është se ai është shumë më i çuditshëm, shumë më kompleks, shumë më i mahnitshëm se sa mund të kishim imagjinuar ndonjëherë. Por ja çështja e mahnitshme. Kjo e vërtet e çuditshme nuk na bën më pak njerëzor. Ajo na bën më shumë njerëzor. Sepse tani e dim se çdo moment që përjetojmë është një mrekulli, e krijuar nga miliarda neuron që punojnë së bashku për të krijuar një përvojë të vetme, të unifikuar. Çdo quote 414, tani quote 415 që përjetojmë, është rezultati 14 miliard vjetëve të evolucionit kozmik, nga Big Bang u deri te truri njerëzor. Çdo moment është një dritare në natyrën fundamentale të realitetit, një pikë ku universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Dhe kjo në fund është e vërteta më e thellë për tani. Ai nuk është vetëm një moment në kohë. Ai është momenti kur universi po përjeton vetveten përmes jush. Kur shikoni një perëndim dielli, nuk është vetëm ju që po shikoni. Është universi që po shikon vetveten përmes syve tuaj. Kur ndjeni dashuri, nuk është vetëm ju që po ndjeni. Është universi që po përjeton dashurinë përmes zemrës suaj. Kur mendoni për natyrën e quote, andërkriju 418, quote, tani, quote, andërkriju 419, quote, nuk është vetëm ju që po mendoni. Është universi që po bëhet i vetëdijshëm për natyrën e tij të çuditshme, të mahnitshme, të pamundur. Kjo është arsyeja pse tani ka rëndësi, edhe pse është një iluzion. Sepse është iluzion përmes të cilit universi po përjeton vetveten, dhe kjo e bën atë të shenjtë, të çmuar, të pashlyeshëm. Çdo moment që përjetoni është unik, i pazvendësueshëm, i përjetshëm. Ai do të ekzistojë përgjithmonë në bllokun e universit, një dëshmi e faktit se një herë në një vend të caktuar në hapësirë-kohë, universi ishte i vetëdijshëm, ishte gjallë, ishte ju. Pra çfarë duhet të bëni me këtë njohuri? Si duhet të jetoni në dritën e faktit se tani është një iluzion? Përgjigjja ime është e thjeshtë. Jetoni atë plotësisht. Përjetoni çdo moment me vetdijen se ai është një mrekulli, një krijim i trurit tuaj, një dritare në natyrën fundamentale të realitetit. Mos u lidhni me të, sepse ai do të kalojë, por mos e injoroni atë, sepse ai është gjithçka që keni. Dhe kur vjen momenti i vdekjes, kur truri juaj ndalon së funksionuari dhe tani juaj shuhet për herë të fundit, dini këtë. Çdo moment që keni jetuar, çdo quote underbar, 426 quote, tani quote underbar, 427 quote që keni përjetuar, do të vazhdojë të ekzistojë përgjithmonë diku në blokun e universit. Ju nuk do të zhduken. Ju thjesht do të ndaloni së lëvizjuari përmes blokut. Por gjurma juaj do të mbetet, e gdhendur në strukturën e hapësirë-kohës, një dëshmi e përjetshme e faktit se një herë në këtë univers të çuditshëm dhe të mahnitshëm, ju ishit këtu. Ju ishit të vetëdijshëm. Ju ishit gjallë. Dhe kjo, në fund, është e gjithë e vërteta që shkenca mund t'ju tregojë për tani. Pjesa tjetër është për ju ta zbuloni, ta përjetoni, ta jetoni. Sepse tani juaj është unik. Askush tjetër në univers nuk po përjeton saktësisht atë që ju po përjetoni tani. Dhe kjo e bën atë të çmuar për të çdo mase, për të çdo fjalë,
përtej çdo shpjegimi shkencor. Kjo është e vërteta. Kjo është realiteti. Kjo është tani juaj. Dhe ai është, njëkohësisht, një iluzion dhe gjëja më reale që keni. Por le të ndalemi për një moment. Le të kthehemi në fillim, në atë pyetje që bëm në sekondën e parë të këtij udhëtimi. A jeni vërtet në të tashmen ndërsa dëgjoni këto fjalë? Tani e dini përgjigjen. Jo, nuk jeni. Ju jeni 80 milisekonda në të kaluarën duke përjetuar një simulim që truri juaj e ka krijuar. Por ja e vërteta më e thellë që kemi zbuluar. Kjo pyetje në vetvete ishte e gabuar. Sepse nuk ka një të tashme universale ku mund të jeni ose të mos jeni. Ka vetëm një rrjet të pafund marrëdhëniesh, një strukturë 4-dimensionale ku çdo moment ekziston njëkohësisht, një peizazh i tanish të mundshëm që shtrihet në të gjitha drejtimet. Dhe kjo na çon në pyetjen që shkenca nuk mund ta përgjigjet plotësisht, por që duhet ta bëjmë. Pse? Pse universi ka krijuar qenie që përjetojnë iluzionin e tani? Pse ka ndërgjegje, përvojë subjektive, ndjenjë të momentit të tanishëm në një univers që në nivelin më fundamental është pa kohë? Këtu shkenca arrin në kufijtë e saj. Ne mund të përshkruajmë se si funksionon ndërgjegja, se si truri krijon tani, se si koha shfaqet nga pakohësia. Por pse ka diçka që ndihet si të jesh ju? Pse ka një përvojë subjektive? Kjo është pyetja që filozofi David Chalmers e quajti problemi i vështirë i ndërgjegjes. Dhe pas dekadave kërkimi, shkenca ende nuk ka një përgjigje. Por ndoshta mungesa e përgjigjes është vetë përgjigja. Ndoshta ndërgjegja nuk është një problem që duhet zgjidhur, por një mister që duhet përjetuar. Ndoshta tani juaj, iluzion apo jo, është mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Dhe ndoshta kjo vetdije nuk ka nevojë për shpjegim. Ajo thjesht është. Kjo ide ka rrënjë të thella në filozofin lindore. Në shekullin e 6 para Krishtit, filozofi kinez Lao Tzu shkroi: Tao që mund të thuhet nuk është taoja e përjetshme. Në shekullin e 5 para Krishtit, Buddha mësoi se përpjekja për të kapur natyrën e realitetit me koncepte është si përpjekja për të kapur ujin me duart. Sa më shumë të shtrëngoni, aq më shumë rrjedh. Në shekullin e 8, filozofi indian Adi Shankara propozoi se realiteti përfundimtar është përtej të gjitha koncepteve, përtej të gjitha dualiteteve, përtej edhe dalimit midis subjektit dhe objektit. Dhe tani, në shekullin e 21, fizika kuantike po na tregon diçka të ngjashme. Realiteti në nivelin më fundamental nuk është i bërë nga objekte të ngurta që ekzistojnë në hapësirë dhe kohë. Është i bërë nga marrëdhënie, nga probabilitete, nga informacion. Grimcat nuk janë gjëra që ekzistojnë pavarësisht nga vëzhguesit. Ato janë modele të ndërveprimeve, val në një oqean më të madh të mundësive. Dhe ju, vëzhguesi, nuk jeni jashtë këtij oqeani. Ju jeni një val në të, e ndërthurur me çdo val tjetër. Por ja ku kjo bëhet vërtet e mahniqme. Nëse ju jeni një val në oqeanin e mundësive, atëherë çfarë është oqeani? Çfarë është kjo strukturë më e madhe që përmban të gjitha valët, të gjitha mundësitë, të gjitha tanit? Disa fizikanë, si Max Tegmark, argumentojnë se është matematik. Universi nuk është thjesht i përshkruar nga matematika. Ai është matematik. Çdo strukturë matematikore që është e qëndrueshme dhe e plot ekziston si një univers. Dhe ne jem banor të një prej këtyre strukturave, duke përjetuar atë nga brenda. Të tjerë, si Carlo Rovelli, argumentojnë se është informacion. Realiteti në nivelin më fundamental është i bërë nga bite informacioni, nga përgjigje ndaj pyetjeve po ose jo. Çdo grimc, çdo fush, çdo ngjarje është një mënyrë e kodimit të informacionit. Dhe universi është një sistem i madh për punimi informacioni, duke transformuar vazhdimisht një gjendje në tjetrën. Dhe të tjerë ende, si fizikani teorik John Wheeler, argumentojnë se është vëzgjimi. Në fjalët e tij të famshme, asnjë fenomen nuk është një fenomen real derisa të jetë një fenomen i vëzguar. Universi nuk ekziston në mënyrë të pavarur nga vëzhguesit. Ai krijohet përmes aktit të vëzgjimit, përmes marrëdhënies midis vëzhguesit dhe asaj që vëzgohet.
Por ja e vërteta, që të gjitha këto teori e ndajnë. Realiteti nuk është ajo që menduam se ishte. Nuk është një skenë statike ku ngjarjet ndodhin në kohë. Është një rrjet dinamik marrëdhëniesh, një strukturë emergjente që shfaqet nga ndërveprimet e pjesëve të saj. Dhe tani juaj është një nyje në këtë rrjet, një pikë ku informacioni po integrohet, ku universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Por çfarë nuk e dim? Çfarë mbetet mister edhe pas të gjithë këtij zbulimi? Ne nuk e dim pse ka ligje fizike fare, pse universi ndjek rregulla matematikore. Pse nuk është kaos i plot, rastësi e pastër. Fizikani teorik Eugene Wigner e quajti këtë efektiviteti i paarsyeshëm i matematikës në shkencat natyrore. Pse matematika, një krijim i mendjes njerëzore, përshkruan universin me saktësi të tillë të mahniqme? Ne nuk e dim pse konstantet fundamentale të natyrës kanë vlerat që kanë. Pse shpejtësia e dritës është saktësisht 299.792 km/gjysmë në sekond. Pse ngarkesa e elektronit është saktësisht 1,6 herë 10 në fuci negative 19 kulomb. Nëse këto vlera do të ishin edhe pak të ndryshme, universi nuk do të mund të mbështeste jetën, ndërgjegjen, tani, tuaj. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët dhe energjia e errët që përbëjnë 95% të universit. Ne mund të matim efektet e tyre gravitacionale, por nuk kemi asnjë ide se çfarë janë në të vërtetë. Universi që mendojmë se e njohim është vetëm 5% e asaj që ekziston. Pjesa tjetër është misteri plot. Ne nuk e dim si ndërgjegja shfaqet nga materia. Ne mund të përshkruajmë se cilat neuron shkreptisin kur jeni të vetëdijshëm, por nuk mund të shpjegojmë pse ka diçka që ndihet si të jesh ju. Ky është problemi i vështirë i ndërgjegjes, dhe pas dekadash kërkimi, jemi po aq larg zgjidhjes sa ishim në fillim. Ne nuk e dim nëse interpretimi i shumë botëve të mekanikës kuantike është i vërtet. A ka vërtet një numër të pafund universish ku çdo rezultat i mundshëm ndodh, apo ka vetëm një univers? Dhe valea kuantike kolapson në një mënyrë që ende nuk e kuptojmë? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pasgjidhura në fizikë. Ne nuk e dim çfarë ndodhi përpara Big Bangut. A kishte një përpara? Apo koha filloi me Big Bangun? Dhe nëse filloi, çfarë do të thotë filloi? Si mund diçka të fillojë nëse nuk ka kohë përpara fillimit? Ne nuk e dim nëse universi do të zgjerojë përgjithmonë, duke u ftohur dhe duke u errësuar derisa të mos mbetet asgjë përveç errësirës dhe ftohtësisë, apo nëse do të kolapsojë përsëri në një Big Crunch. Ne nuk e dim nëse ka univers të tjerë përtej të tonit, një multivers i pafund ku çdo mundësi realizohet diku. Dhe më e rëndësishmja, ne nuk e dim nëse do të jetë ndonjëherë e mundur të dim. Ndoshta ka kufi fundamental për atë që mund të kuptojmë. Ndoshta truri njerëzor i krijuar nga evolucioni për të gjuajtur gazelat në savana nuk është i pajisur për të kuptuar natyrën përfundimtare të realitetit. Ndoshta ka të vërteta që janë përtej kapacitetit ton kognitiv, ashtu si kalkuli është përtej kapacitetit kognitiv të 1000. Por ja çështja e mahniqme. Edhe pse nuk e dim, ne ende mund të pyesim, ne ende mund të habitemi, ne ende mund të qëndrojmë në prag të misterit dhe të ndjejmë atë kombinim të çuditshëm të frikës dhe gëzimit që vjen nga përballimi me të panjohurën. Dhe kjo ndoshta është qëllimi i vërteti tani tuaj. Jo të di, por të habitesh, jo të kuptosh, por të përjetosh, jo të zotërosh realitetin, por të jesh pjesë e tij. Kur shikoni qiellin e natës dhe shihni triliona yje, secili një diel si i yni, secili ndoshta me planete, ndoshta me jetë, ndoshta me qenie që po shikojnë qiellin e tyre dhe po pyesin të njëjtat pyetje. Çfarë ndjeni? Kur mendoni se drita që po shihni nga ato yje ka udhëtuar për miliona vjet për t'ju arritur, se po shikoni të kaluarën, se disa prej atyre yjeve mund të jenë vdekur tashmë, por drita e tyre ende po udhëton përmes hapësirës. Çfarë ndjeni? Kur realizoni se çdo atom në trupin tuaj u krijua në zemrën e një yli që shpërtheu miliarda vjet më parë, se ju jeni pluhur yjor që është organizuar në një mënyrë aq komplekse sa që është bërë i vetëdijshëm për origjinën e tij, çfarë ndjeni? Kur kuptoni se çdo mendim që keni është rezultati miliarda neuronëve që shkreptisin në modele të koordinuara, se çdo emocion që ndjeni
është një valë e neurotransmetuesve që laron përmes trurit tuaj. Se çdo kujtesë që keni është një rrjet i lidhur neuronale që reaktivizohet. Çfarë ndjeni? Kur pranoni se tani që po përjetoni është një iluzion i krijuar nga truri juaj, se ju jete duke jetuar në një simulim, se realiteti është shumë më i çuditshëm se sa mund t'imagjinoni, çfarë ndjeni? Nëse jeni si shumica e njerëzve, ndjeni një përzierje të çuditshme. Ka frikë, sepse këto të vërteta shkatërrojnë çdo gjë që mendonit se e dinit. Ka vetmi, sepse realizoni se jeni një ishull i vogël ndërgjegjeje në një oqean të pafund pa ndërgjegjeje. Ka paqëndrueshmëri, sepse kuptoni se çdo gjë që jeni, çdo gjë që doni, çdo gjë që keni arritur, një ditë do të zhduket. Por ka edhe diçka tjetër. Ka një ndjenjë habije, një ndjenjë se jeni pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja juaj. Ka një ndjenjë lidhje, një kuptim se çdo atom në trupin tuaj ishte një herë pjesë e një ili dhe një ditë do të jetë pjesë e diçkaje tjetër. Ka një ndjenjë lirie, një realizim se nëse tani është një iluzion, atëherë ju nuk jeni rob i tij. Ju mund ta vëzhgoni, ta kuptoni dhe në një farë mase ta ndryshoni. Dhe kjo, në fund, është dhurata që shkenca na jep. Jo ngushëllim, por të vërtet. Jo siguri, por kuptim. Jo përgjigje, por pyetje më të mira. Shkenca nuk na tregon se si jemi të lumtur, por na tregon se çfarë jemi. Val në një oqean të pafund mundësish, ishuj të përkohshëm ndërgjegjeje në një univers pa kohë, mrekullëdhira të krijuara nga 14 miliard vjet evolucioni kozmik. Dhe kur e kuptoni këtë, diçka ndryshon. Problemet tuaja nuk zhduken, vuajtja juaj nuk pushon, vdekja juaj nuk shtyhet. Por marrëdhënia juaj me të gjitha këto ndryshon. Ju filloni t'i shihni ato si pjesë të një modeli më të madh, si valë në oqeanin e ekzistencës që vijnë dhe shkojnë, por oqeani mbetet. Kjo nuk është nihilizëm. Nuk është ideja se asgjë nuk ka rëndësi sepse gjithçka do të mbarojë. Është e kundërta. Është ideja se çdo gjë ka rëndësi pikërisht sepse është e përkohshme. Çdo moment që përjetoni është unik, i pazvendësueshëm, i përjetshëm në blokun e universi. Çdo marrëvënie që krijoni, çdo vepër dashurie që bëni, çdo moment bukurie që përjetoni, të gjitha këto janë gjurmë të përjetshme në strukturën e hapësirëkohës. Pra, si duhet të jetoni në dritën e kësaj njohurie? Ja këshilla ime, jo si shkencëtar, por si qenie njerëzore që ka kalluar të njëjtin udhtim, zbulimi që sapo keni kalluar ju. Jetoni plotësisht në tani tuaj, duke ditur se është një iluzion. Mos u përpiqni ta kapni, sepse sa më shumë të përpiqeni, aq më shumë do t'ju rrëshqas. Por mos e injoroni, sepse është gjithçka që keni. Doni thellë, duke ditur se dashuria është një model i aktivitetit neural. Kjo nuk e bën atë më pak reale, e bën atë më të mrekullueshme, sepse tregon se universi ka krijuar një mënyrë për t'u dashuruar me vetveten. Krijoni bukuri duke ditur se do të zhduket. Çdo vepër arti, çdo akt krijues është një deklaratë kundër entropise, një përpjekje për të krijuar rend në një univers që po lviz drejt çrregullimit. Dhe edhe pse në fund entropia fiton, momenti i krijimit mbetet i përjetshëm në bllokun e universit. Kërkoni të vërtetën, duke ditur se mund të mos e gjeni kurrë. Udhëtimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Çdo pyetje që bëni, çdo zbulim që bëni, ju çon më afër kuptimit të natyrës së realitetit, edhe nëse kuptimi i plot është përtej arritjes. Gjini të sjellshëm, duke ditur se çdo person që takoni është një ishull tjetër ndërgjegjeje në oqeanin e pandërgjegjësisë. Ata po përjetojnë tani e tyre, po luftojnë me iluzionet e tyre, po përpiqen të gjejnë kuptim në një univers që nuk u jep asnjë. Dhe kur vjen momenti i vdekjes, kur tani juaj shuhet për herë të fundit, shkoni me dinjitet, duke ditur se keni qenë pjesë e diçkaje të mahniqme. Ju keni qenë një mënyrë për universin të përjetoj vetveten. Ju keni qenë një pikë ku materia u bë e vetëdijshme. Ju keni qenë një val në oqeanin e ekzistencës që u ngrit, shkëlqeu për një moment dhe u kthye në oqean. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është e gjithë e vërteta që ka nevojë të dihet. Jo se tani ekziston ose nuk ekziston, por se ju ekzistuat. Ju ishit këtu.
Ju ishit të vetëdijshëm, ju ishit gjallë, dhe kjo, në fund, është mrekullia më e madhe e të gjithave. Jo se universi ekziston, por se universi di se ekziston. Jo se ka kohë, por se ka qenie që përjetojnë kohën. Jo se ka tani, por se ka ju, duke përjetuar këtë moment, këtë iluzion të bukur, të çuditshëm, të pamundur që quajmë të tashmen. Pra kur mbëllni sytë sonte dhe bini në gjumë, kur ndërgjegja juaj zbehen dhe tani juaj tretet në errësirë, kujtoni këtë. Nesër, kur të zgjoheni, do të krijoni një tani të ri. Truri juaj do të filloj përsëri procesin e simulimit, do të integroje sinjale nga mjedisi, do të krijoj një përvojë të re të momentit të tanishëm. Dhe ai tani do të jetë po aq real dhe po aq iluzor sa ai që po përjetoni tani. Por ka një dallim. Nesër ju do ta dini. Ju do ta kuptoni se tani juaj është një konstrukt, një simulim, një histori që truri juaj po ju a tregon. Dhe ky kuptim do t'ju jap një lloj lirie që shumica e njerëzve nuk e kanë kurrë. Liri për të vëzhguar tani tuaj pa u identifikuar me të. Liri për të përjetuar jetën tuaj pa qenë rob i iluzioneve tuaja. Liri për të qenë, thjesht për të qenë, në këtë moment i çuditshëm, i mahnitshëm, i përjetshëm që quhet tani. Dhe kjo është gjithçka që mund t'ju them. Pjesa tjetër është për ju ta zbuloni, ta përjetoni, ta jetoni. Sepse tani juaj është unik. Askush tjetër në univers nuk po përjeton saktësisht atë që ju po përjetoni tani. Dhe kjo e bën atë të çmuar përtej çdo mase, përtej çdo fjalë, përtej çdo shpjegimi shkencor. Ky është tani juaj. Ky është momenti juaj. Kjo është jeta juaj. Dhe ajo është njëkohësisht një iluzion dhe gjëja më reale që keni.